Në mars të vitit 1997, kur forcat e sigurisë shqiptare hynë në zyrën e braktisur të Safet Zhulalit në Ministrinë e Mbrojtjes, gjetën diçka që nuk duhej të ekzistonte kurrë. Një dosje e vogël, e mbyllur me vulë të kuqe, që përmbante lista të detajuara të transporteve të naftës, emra të zyrtarëve të korruptuar dhe, më e rëndësishmja, numra llogarish bankare në Zvicër dhe Austri. Por vetëm disa orë pas zbulimit, kur prokuroria erdhi për ta sekuestruar dosjen, ajo kishte zhdukur. Kush e mori? Dhe më e rëndësishmja, çfarë fshinin ato dokumente që edhe sot, pas më shumë se 25 vitesh, askush nuk guxon të flas hapur për to? A ishte kjo vetëm një dosje e thjeshtë, apo prova e fundit që lidhte Zhulalin me një rrjet ndërkombëtar kontrabande që arrinte deri në portet e Italisë dhe më tej? Në këtë dokument që mbeti në duart e disa zyrtarëve të besuar, shihej qartë një gjë: çdo faqe kishte shënime të shkruara me dorë, me ngjyrë të kuqe, që tregonin datat e sakta të transporteve, sasitë e naftës dhe emrat e plotë të personave që merrnin pjesë në operacion. Letra ishte e verdhur nga koha, por vula e Ministrisë së Mbrojtjes ishte ende e dukshme, si dhe një shënim i fundit, i shkruar me shkronja të mëdha, të digjet menjëherë pas leximit. Safet Zhulali nuk ishte thjesht një ministër i thjesht mbrojtjeje. Ai ishte njeriu që kontrollonte çdo lëvizje ushtarake në vend, çdo urdhër që dilte nga zyra e tij kishte peshën e ligjit, dhe çdo vendim që merrte mund të ndryshonte fatin e mirë a njerëzve. Por ajo që nuk e dinin shqiptarët e thjesht ishte se ky njeri, që dukej si mbrojtësi i rendit dhe sigurisë, në të vërtetë ishte arkitekti kryesor i një skeme kontrabande që kishte filluar vite më parë, shumë përpara se kaosi i vitit 1997 të shpërthente në rrugët e Tiranës dhe qyteteve të tjera. Kur qytetarët e thjesht humbnin kursimet e tyre në skema piramidale, kur familjet shiheshin të dëshpëruara duke kërkuar para që nuk do të ktheheshin kurrë, Zhulali dhe rrjeti i tij ishin duke grumbulluar pasuri të pabesueshme nga kontrabanda e naftës. Çdo natë, kamion të mbushur me naftë të vjedhur nga depot shtetërore dilnin nga Shqipëria dhe udhëtonin drejt kufirit italian, duke kaluar nëpër rrugë sekrete që vetëm njerëzit e Zhulalit i dinin. Dhe çdo mëngjes, në llogaritë bankare jashtë vendit, shfaqeshin shifra të reja, mijëra dollar që askush nuk mund t'i gjurmonte zyrtarisht. Por si arriti një ministër mbrojtjeje të ndërtonte një perandori kriminale nën sytë e të gjithëve? Si mundi ai të përdorte strukturat shtetërore, ushtrinë dhe policinë për të mbrojtur operacionet e tij të paligjshme? Dhe më e rëndësishmja, kush ishin njerëzit që e ndihmuan atë, ata që edhe sot jetojnë në heshtje, duke ruajtur sekretet e atyre viteve të errëta? Historia e Safet Zhulalit nuk është thjesht historia e një politikani të korruptuar. Është historia e një sistemi të tërë që u shemb, e një vendi që u zhyt në kaos, dhe e miliona dollarëve që zhdukën pa lënë gjurmë. Kur flasim për vitin 1997, shumica kujtojnë dhunën, plaçkitjet, armët në rrugë. Por pak njerëz e dinë se pas asaj dhune fshihej një luftë tjetër, një luftë për para, për pushtet, për kontrollin e burimeve të vendit. Dhe në qendër të asaj lufte ishte Safet Zhulali, njeriu që dinte se si të luante lojën më mirë se kushdo tjetër. Në fillim të viteve 90, kur Shqipëria sapo kishte hapur kufit dhe po përpiqej të ndërtonte një ekonomi të re, Zhulali ishte tashmë një figurë e njohur në qarqet ushtarake. Ai kishte shërbyer në ushtrinë komuniste, kishte lidhje të forta me ish zyrtarët e sigurimit të shtetit dhe njihte çdo sekret të sistemit të vjetër. Kur erdhi koha për të kaluar në sistemin e ri, ai nuk e humbi kohën. Ndërsa të tjerët po përpiqeshin të mësonin rregullat e demokracisë dhe ekonomisë së tregut, Zhulali po ndërtonte një rrjet që do t'i shërbente për vite me radhë. Ai e dinte se në një vend kaotik, ku ligji ishte i dobët dhe korrupsioni i përhapur, mundësitë për të bërë para ishin të pafundme. Dhe ai kishte një avantazh që të tjerët nuk e kishin: kontrollin mbi strukturat e sigurisë dhe mbrojtjes. Kur u bë ministër i mbrojtjes, Zhulali nuk e pa këtë pozicion si një përgjegjësi ndaj popullit, por si një mundësi për të zgjeruar operacionet e tij. Ai filloi të vendoste njerëzit e tij në pozicione kyçe, në doganat kufitare, në depot e naftës, në njësitë ushtarake që kontrollonin rrugët kryesore. Çdo njeri që ai vendoste ishte një copë e puzleit të tij, një hallk në zinxhirin që do të bënte të mundur kontrabandën në shkallë të gjerë. Por çfarë po kontrabandonte saktësisht Zhulali? Nafta ishte produkti kryesor, por jo i vetmi. Në ato vite, Shqipëria kishte depot e saj të naftës, të trashëguara nga regjimi komunist, dhe këto depoja ishin nën kontrollin e shtetit. Por kontrolli shtetëror në praktik nuk ekzistonte.
Zyrtarët që menaxhonin depot ishin ose të korruptuar, ose të frikësuar, ose të dyja. Zhulali kishte ndërtuar një sistem ku nafta vjedhet nga depot, transportohej me kamion ushtarak që nuk kontrollohen në kufi, dhe shitej në tregun e zi italian me çmime shumë më të larta. Diferenca mes çmimit të blerjes dhe shitjes ishte fitimi i pastër, dhe ky fitim shkonte drejt për drejt në llogaritë e Zhulalit dhe bashkëpunëtorëve të tij. Por sa para po bëheshin? Sipas dëshmive të ish zyrtarëve që kanë folur vite më vonë, vetëm në vitin 1996, Zhulali dhe rjeti i tij kishin kontrabanduar mbi $10 milion në naftë. $10 milion në një vit, në një vend ku paga mesatare ishte rreth $100 në muaj. Imagjinoni kontrastin, ndërsa një punëtor i thjesht fitonte $100 në muaj, Zhulali po bënte miliona. Por parat nuk qëndronin në Shqipëri. Ato transferoheshin menjëherë jashtë vendit, në banka zvicerane dhe austriake, ku ligjet e fshehtësisë bankare i mbronin nga çdo hetim. Zhulali kishte hapur llogari me emra të rrem, duke përdorur dokumente false dhe ndërmjetës të besuar. Çdo transfer bëhej me kujdes, në shuma të vogla për të shmangur vëmendjen e autoriteteve ndërkombëtare. Por edhe kështu, shuma totale që grumbullohej ishte marramendëse. Dhe kjo ishte vetëm nga kontrabanda e naftës. Kishte edhe burime të tjera të ardhurash, armët e vjedhura nga depot ushtarake që shiteshin në tregjet e zeza të Ballkanit, taksat e paligjshme që mblidheshin nga bizneset që donin të operonin pa probleme, dhe madje edhe ndihma ndërkombëtare që duhej të shkonte për projekte zhvillimi, por që përfundonte në xhepat e Zhulalit dhe rjetit të tij. Sistemi ishte i përsosur, ose të paktën dukej i tillë. Por çdo sistem ka të metat e tij, dhe sistemi i Zhulalit po fillonte të tregonte të paraçarje. Në fund të vitit 1996, kur skemat piramidale filluan të shemben dhe njerëzit filluan të humbnin kursimet e tyre, tensioni në vend u rrit shpejt. Qytetarët dolën në rrugë duke kërkuar paratë e tyre, duke akuzuar qeverinë për korrupsion dhe papërgjegjshmëri. Dhe ndërsa kaosi po përhapej, Zhulali e dinte se koha e tij po mbaronte. Ai kishte ndërtuar një perandori mbi themele të dobëta, dhe tani ato themele po shemben. Por ai nuk ishte njeri që dorëzohej lehtë. Ai filloi të planifikonte largimin e tij, të siguronte që paratë e tij të ishin të sigurta dhe të mbrojë veten nga çdo akuzë që mund të vinte. Ai e dinte se do të vinte dita kur do të duhej të jepte llogari, por ai po bënte gjithçka që kjo ditë të vonohej sa më shumë. Dhe ndërkohë, ai vazhdonte të grumbullonte para, duke e ditur se çdo ditë shtesë ishte një mundësi tjetër për të transferuar më shumë pasuri jashtë vendit. Por kishte diçka që Zhulali nuk e kishte parashikuar. Brenda rjetit të tij kishte njerëz që po fillonin të dyshonin, që po shihnin se fundi po afrohej dhe që po mendonin për mënyrën se si të shpëtonin veten. Një nga këta njerëz ishte një oficer i lartë i sigurimit, një njeri që kishte qenë besnik ndaj Zhulalit për vite me radhë, por që tani po shihte se anija po fundosej dhe ai duhej të gjente një varg shpëtimi. Ky oficer, emri i të cilit do të zbulohet më vonë në këtë histori, filloi të mblidhte prova, të kopjonte dokumente, të regjistronte biseda. Ai e dinte se këto prova mund të ishin çelësi i mbijetesës së tij, mënyra se si ai mund të negocionte me autoritetet dhe të shpëtonte nga burgu. Por ai duhej të vepronte me kujdes, sepse nëse Zhulali do të zbulonte se po tradhtohej, pasojat do të ishin të tmerrshme. Dhe kështu, në heshtje, në errësirë, ky oficer filloi të ndërtonte dosjen që një ditë do të shkatëronte safet Zhulalin. Por a do të arrinte ai ta përfundonte këtë punë përpara se gjithçka të shpërthente? A do të kishte kohë të mjaftueshme për të mbledhur të gjitha provat që i duheshin? Dhe më e rëndësishmja, a do të guxonte ai të shkonte deri në fund, duke e ditur se po rrezikonte jo vetëm karrierën e tij, por edhe jetën? Ndërkohë, në fillim të vitit 1997, situata në Shqipëri po bëhej gjithnjë e më kaotike. Protestat po intensifikoheshin, armët po shpërndaheshin në duart e civilëve dhe qeveria po humbte kontrollin. Zhulali e dinte se duhej të vepronte shpejt. Ai filloi të organizonte largimin e tij, të kontaktonte lidhjet e tij në Itali, të siguronte që rrugët e arratisjes të ishin të hapura. Por ai kishte një problem, paratë e tij ishin të shpërndara në llogari të ndryshme dhe ai duhej të siguronte që të gjitha këto llogari të ishin të aksesueshme edhe kur ai të mos ishte më në Shqipëri. Ai filloi të transferonte kode dhe numra llogarish tek njerëzit e tij më të besuar, duke u dhënë udhëzime të qarta se çfarë të bënin në rast se ai do të duhej të largohej pa pritur. Por edhe këta njerëz po fillonin të dyshonin.
Ata po shihnin se Zhulali po përgatitej për të ikur dhe po pyesnin veten, çfarë do të ndodhte me ta? A do t'i merrte Zhulali me vete, apo do t'i linte të përballeshin vetëm me pasojat? Në këtë klim dyshimi dhe frike, Zhulali mori një vendim që do të ndryshonte gjithçka. Ai vendosi të takojë me një person që nuk e kishte parë prej vitesh, një ish bashkëpunëtor që tani jetonte në Itali dhe që kishte lidhje të forta me organizatat kriminale italiane. Ky takim u organizua në fshehtësi të plot, në një vilë private në brigjet e Adriatikut, larg syve të kuriozëve. Askush nuk e dinte për këtë takim, përveç një numri shumë të vogël njerëzish. Por një nga këta njerëz ishte oficeri që po mbledhte prova kundër Zhulalit dhe ai arriti të vendoste një pajisje dëgjimi në dhomën ku do të zhvillohej takimi. Ajo që u regjistrua në atë takim ishte shokuese. Zhulali po diskutonte jo vetëm për kontrabandën e naftës, por edhe për plane shumë më të errëta, për eliminimin e dëshmitarëve të mundshëm, për shkatërimin e dokumenteve që mund ta inkriminonin, dhe për transferimin e shumave të mëdha parash në llogari të reja që nuk mund të gjurmoheshin. Ai po fliste hapur për krimet e tij, duke e ditur se ishte në një vend të sigurt, i rrethuar nga njerëz që ai i konsideronte besnik. Por ai nuk e dinte se çdo fjalë e tij po regjistrohej, se çdo sekret që ai po ndante po kthehej në provë kundër tij. Kur oficeri dëgjoi regjistrimin, ai e kuptoi se kishte në duar diçka që mund të ndryshonte historinë. Por ai e dinte gjithashtu se kjo regjistrim ishte shumë e rrezikshme. Nëse Zhulali do ta zbulonte, ai do të vritej menjëherë. Dhe edhe nëse ai do të arrinte ta dorëzonte regjistrimin tek autoritetet, kush do ta besonte? Zhulali kishte pushtet, kishte lidhje, kishte para për të blerë heshtjen e kujtdo. Oficeri duhej të gjente një mënyrë për të përdorur këtë provë pa e vënë veten në rrezik. Dhe kështu, ai filloi të planifikonte me kujdes, të mendonte për çdo hap, për çdo mundësi. Ai e dinte se kishte vetëm një shans, dhe nëse do ta humbiste atë shans, gjithçka do të ishte e humbur. Por ai e dinte gjithashtu se nëse do të heshte, nëse do të lejonte Zhulalin të vazhdonte, atëherë ai do të ishte bashkëfajtor në krime që kishin shkatëruar jetën e mijëra njerëzve. Dhe kjo ishte një barë që ai nuk mund ta mbante më. Në mars të vitit 1997, kur kaosi arriti kulmin e tij dhe qeveria ra, Zhulali e kuptoi se koha e tij kishte mbaruar. Ai mblodhi shpejt disa gjëra të nevojshme, kontaktoi njerëzit e tij në Itali dhe u nis drejt kufirit. Por para se të largohej, ai bëri diçka që do të tregonte natyrën e tij të vërtetë. Ai urdhëroi që të gjitha dokumentet në zyrën e tij të digjen, që të gjitha kompjuterët të shkatërroheshin dhe që çdo gjurmë e aktiviteteve të tij të fshihej. Ai donte të siguronte që edhe nëse do të arrestohej një ditë, nuk do të kishte prova të mjaftueshme për ta dënuar. Por ai nuk e dinte se dosja që kishte zhdukur nga zyra e tij tashmë ishte kopjuar, se regjistrimet që ai mendonte se ishin të sigurta tashmë ishin në duar të dikujt tjetër, dhe se rrjeti i tij po shpërbëhej nga brenda. Njerëzit që ai kishte besuar po fillonin të flisnin, po fillonin të negociojnë me autoritetet, po fillonin të shpëtonin veten duke e sakrifikuar atë. Kur Zhulali arriti në Itali, ai mendoi se ishte i sigurt. Ai kishte para, kishte lidhje, kishte një jetë të re që po e priste. Por ai nuk e dinte se edhe në Itali, autoritetet po fillonin të interesohen për të. Policia italiane kishte marrë informacione nga kolegët e tyre shqiptar dhe po fillonte të hetonte lidhjet e Zhulalit me organizatat kriminale italiane. Dhe ndërsa Zhulali po përpiqej të ndërtonte një jetë të re, rrjeti i tij i vjetër po shkatërrohej. Një nga një, njerëzit e tij po arrestoheshin, po flisnin, po jepnin emra. Dhe çdo emër që jepej, çdo dëshmi që jepej, po e afronte Zhulalin gjithnjë e më shumë me drejtësinë. Por a do të mjaftonte kjo? A do të arrinin autoritetet ta gjejnë Zhulalin dhe ta sjellin përpara drejtësisë? Dhe më e rëndësishmja, a do të arrinin ta gjejnë paratë që ai kishte fshehur, milionat e dollarëve që ai kishte vjedhur nga populli shqiptar? Historia e Safet Zhulalit është një histori që ende nuk ka përfunduar. Edhe sot, më shumë se 25 vjet pas ngjarjeve të vitit 1997, ka pyetje që mbeten pa përgjigje. Ku janë paratë që Zhulali fsheh? Kush janë njerëzit që ende e mbrojnë atë? Dhe çfarë sekretesh të tjera fshihen në dosjet që nuk janë hapur kurrë? Në këtë dokument, ne do të zbulojmë të vërtetën, do të ndjekim gjurmët e parave, do të dëgjojmë dëshmitë e atyre që ishin aty, dhe do të përpiqemi të kuptojmë se si një njeri arriti të ndërtonte një perandori kriminale në zemër të një vendi që po përpiqej të ndërtonte demokracinë.
Kjo është historia e Safet Zhulalit, ministrit të kaosit, njeriut që fsheh milionat e naftës dhe sekreteve që ende presin të zbulohen. Por përpara se të vazhdojmë, ka një pyetje që duhet t'i bëjmë vetes: sa nga kjo histori është e vërtetë dhe sa është thjesht mit? Sa nga paratë që thuhet se Zhulali fsheh ekzistojnë vërtet dhe sa janë thjesht legjenda? Dhe nëse këto para ekzistojnë, pse askush nuk i ka gjetur ende? A është e mundur që Zhulali të ketë qenë aq i zgjuar sa të ketë ndërtuar një sistem që edhe sot, me të gjithë teknologjinë moderne, nuk mund të thyet? Apo ka diçka tjetër, diçka më të errët, që po e mban këtë sekret të mbyllur? Në kapitujt që vijojnë, ne do të eksplorojmë të gjitha këto pyetje, do të ndjekim çdo gjurmë, do të dëgjojmë çdo dëshmi dhe do të përpiqemi të zbulojmë të vërtetën që fshihet pas mitit të Safet Zhulalit. Në vitin 1998, për herë të parë pas më shumë se një viti në Arati, një gazetar italian arriti të bëjë diçka që askush tjetër nuk kishte arritur. Ai arriti të takojë me Safet Zhulalin. Takimi u zhvillua në një kafene të vogël në periferi të Romës, larg vëmendjes së mediave dhe autoriteteve. Gazeta që publikoi intervistën e quajti atë ekskluzive të shekullit, por e vërteta ishte se Zhulali kishte rënë dakord të fliste vetëm sepse donte të kontrollonte narrativën, të paraqiste versionin e tij të ngjarjeve, të bindë opinionin publik se ai ishte viktimë e një komplotit politik dhe jo kriminal që ishte. Në atë intervistë, Zhulali mohoi çdo akuzë. Ai tha se kontrabanda e naftës ishte një gënjeshtër e shpikur nga armiqtë e tij politik, se paratë që thuhet se kishte fshehur nuk ekzistonin kurrë, dhe se ai kishte ikur nga Shqipëria jo sepse ishte fajtor, por sepse jeta e tij ishte në rrezik nga grupet kriminale që po përpiqeshin ta përdornin si kokë turku. Por gazetari që e intervistoi nuk ishte i bindur. Ai kishte bërë hulumtimet e tij, kishte folur me burime brenda policisë italiane dhe kishte mësuar se Zhulali ishte nën hetim për lidhje me organizata kriminale që merreshin me kontrabandë dhe pastrim parash. Ajo që e bëri këtë intervistë të veçantë nuk ishin fjalët që Zhulali tha, por ato që ai nuk tha. Kur gazetari e pyeti drejt për llogaritë bankare në Zvicër, Zhulali hezitoi për një moment, një hezitim i vogël që u kap nga kamera që po regjistronte intervistën. Kur u pyet për emrat e bashkëpunëtorëve të tij, ai ndryshoi temën shpejt, duke filluar të fliste për politikën shqiptare dhe për atë se si vendi po shkonte në drejtimin e gabuar. Dhe kur u pyet për dosjen që kishte zhdukur nga zyra e tij, ai buzëqeshi nervozisht dhe tha se nuk e kujtonte asnjë dosje të tillë. Por gjua e trupit të tij, mënyra se si shmangej kontaktin me sy, tensioni në zërin e tij, të gjitha tregonin se ai po fshihte diçka. Gazetari e kuptoi këtë dhe vendosi të vazhdonte hetimet e tij. Ai filloi të ndiqte gjurmët e parave, të kontaktonte burime në banka zvicerane, të fliste me ish-zyrtar shqiptar që kishin punuar me Zhulalin. Dhe ngadalë, copë pas cope, ai filloi të ndërtonte një tabli që tregonte se Zhulali kishte të drejtë të kishte frikë, sepse e vërteta ishte shumë më e errët se çdo gjë që ai kishte pranuar. Por ndërsa gazetari po punonte në hetimin e tij, diçka e çuditshme ndodhi. Ai filloi të merrte kërcënime. Telefonata anonime në mes të natës, mesazhe që i thonin se duhej të ndalonte hetimin nëse donte të mbetej i sigurt, madje edhe një incident ku makina e tij u thyej dhe dokumentet që kishte brenda u vodhën. Ai raportoi këto incidente tek policia, por nuk u bë asgjë. Dukej sikur dikush me pushtet po përpiqej ta ndalonte atë, dikush që kishte interes që e vërteta për Zhulalin të mos dilte në dritë. Por gazetari nuk u friksua. Ai vazhdoi punën e tij, duke qenë edhe më i kujdesshëm, duke ruajtur kopje të dokumenteve të tij në vende të ndryshme, duke mos i besuar askujt. Dhe përpjekjet e tij filluan të japin rezultate. Ai zbuloi se Zhulali kishte hapur llogari në të paktën 3 banka të ndryshme zvicerane, duke përdorur emra të rrem dhe dokumente false. Ai zbuloi se këto llogari kishin marrë transferta të mëdha parash gjatë viteve 1996 dhe 1997, saktësisht në periudhën kur kontrabanda e naftës ishte në kulmin e saj. Dhe ai zbuloi se disa nga këto llogari ishin ende aktive, që do të thotë se Zhulali ende kishte akses në para që ai kishte fshehur vite më parë. Por zbulimi më i madh erdhi kur gazetari arriti të kontaktonte një ish punonjës të një banke zvicerane që kishte punuar me llogaritë e Zhulalit. Ky person, që kërkoi të mbetej anonim për shkak të frikës për sigurinë e tij, rrëfeu se Zhulali nuk ishte i vetmi që kishte akses në këto llogari. Kishte të paktën 2 persona të tjerë, të 2 shqiptar, që kishin kode dhe mund të bënin transferta. Kush ishin këta njerëz?
Ish punonisi nuk dinte emrat e tyre, por ai tha se njëri prej tyre kishte vizituar bankën personalisht në vitin 1998, vetëm disa muaj pas arratisjes së Zhulalit. Ky person kishte bërë një transfer të madhe, rreth $500,000 në një llogari tjetër në Austri. Dhe pastaj, ai kishte zhdukur pa lënë gjurmë. Kush ishte ky person? A ishte ai një nga njerëzit e besuar të Zhulalit, dikush që po e ndihmonte atë të menaxhonte paratë e tij nga larg? Apo ishte ai dikush tjetër, dikush që kishte vjedhur nga Zhulali, duke përfituar nga fakti se ai nuk mund të ankohej tek autoritetet pa e ekspozuar veten? Këto pyetje mbetën pa përgjigje, por ato hapën një dimension të ri të historisë. Dukej se rrjeti i Zhulalit ishte më i gjerë dhe më kompleks se sa kishte menduar dikush. Nuk ishte thjesht një njeri që kishte vjedhur para dhe kishte ikur. Ishte një organizatë e tërë, me njerëz në pozicione të ndryshme, që vazhdonin të operonin edhe pas rënies së regjimit të Zhulalit. Dhe kjo organizatë kishte burime, kishte lidhje, kishte aftësinë për të mbrojtur sekretet e saj. Gazetari e kuptoi se ai kishte prekur diçka shumë më të madhe se sa kishte imagjinuar, dhe se nëse donte të shkonte deri në fund, ai do të duhej të ishte i përgatitur për pasoja serioze. Por ai vendosi të vazhdonte, sepse ai besonte se e vërteta duhej të dilte në dritë, pavarësisht nga çmimi. Në vitin 1999, gazetari publikoi një seri artikujsh që detajuan gjetjet e tij. Artikujt shkaktuan një reagim të madh, si në Shqipëri ashtu edhe në Itali. Në Shqipëri, njerëzit kërkonin që Zhulali të arrestohej dhe të sillej përpara drejtësisë. Në Itali, autoritetet filluan një hetim formal për aktivitetet e Zhulalit dhe lidhjet e tij me krimin e organizuar. Por Zhulali vetë mbeti i heshtur. Ai nuk dha asnjë deklaratë publike, nuk u shfaq në asnjë intervistë dhe dukej se kishte zhdukur përsëri. Disa thonë se ai kishte lënë Italinë dhe kishte shkuar në një vend tjetër, ndoshta në Amerikën e Jugut ose në Lindjen e Mesme, ku ai mund të jetonte pa u shqetësuar nga autoritetet. Të tjerë thonë se ai ishte ende në Itali, por po jetonte në një identitet të ri, i mbrojtur nga njerëzit e tij që ende kishin pushtet dhe para. Por e vërteta ishte se askush nuk e dinte me siguri ku ishte Zhulali, dhe kjo pasiguri e bënte atë edhe më të rrezikshëm, sepse ai mund të ishte kudo, duke planifikuar hapin e tij të ardhshëm. Por ndërsa Zhulali ishte në Arrati, rrjeti i tij po vazhdonte të operonte. Në Shqipëri, kishte ende njerëz që ishin besnik atij, njerëz që po mbronin interesat e tij, që po fshinin prova, që po kërcënonin dëshmitar. Dhe kishte ende para që po rrjedhin, para që po transferoheshin nga llogari në llogari, duke u bërë gjithnjë e më të vështira për t'u gjurmuar. Autoritetet shqiptare po përpiqeshin të ndalonin këto transferta, por ata po përballen me një sistem që ishte ndërtuar për të qenë i padepërtueshëm. Çdo herë që ata mendonin se kishin gjetur një gjurmë, ajo zhdukej. Çdo herë që ata mendonin se kishin identifikuar një bashkëpunëtor, ai person mohonte çdo lidhje me Zhulalin. Ishte sikur po luftonin kundër një fantazme, diçka që ishte aty por që nuk mund të prekej. Dhe kështu, historia e Safet Zhulalit u bë një legjendë, një histori që njerëzit e tregonin njëri tjetrit, një histori që u rrit me kalimin e kohës. Disa e shihnin atë si një hero, një njeri që kishte qenë mjaft i zgjuar për të mposhtur sistemin dhe për të jetuar jetën që ai donte. Të tjerë e shihnin atë si një kriminal, një njeri që kishte vjedhur nga populli i tij dhe që duhej të ndëshkohej. Por pavarësisht se si e shihnin njerëzit, një gjë ishte e qartë, Safet Zhulali kishte lënë një gjurmë të thellë në historinë e Shqipërisë, një gjurmë që ende ndihet sot. Dhe pyetjet që ai la pas mbeten, ku janë paratë? Kush janë njerëzit që ende e mbrojnë atë? Dhe a do të vijë ndonjëherë dita kur e vërteta do të zbulohet plotësisht? Këto janë pyetjet që ne do të vazhdojmë të eksplorojmë në kapitujt që vijojnë, ndërsa zhytemi më thellë në botën e errët të Safet Zhulalit dhe sekreteve që ai fsheh. Deri në fund kam besuar se do të shpëtonim, thot një ish oficer i gardës personale të Safet Zhulalit, duart ende duke i rënë të dridhura pas 35 vitesh. Çfarë dinte ky njeri që ne nuk e dim? Sot, 3 ish antar të rrethit të brendshëm të sigurimit flasin për herë të parë për sekretet që i kanë ruajtur për dekada të tëra. Ata ishin aty, në dhomën ku merreshin vendimet që ndryshuan fatin e një vendi të tërë. Ata pan dokumentet që u dogjen, dëgjuan bisedat që nuk duhej të dëgjoheshin kurrë, dhe mbajtën heshtjen ndërsa mira familje humbnin gjithçka. Por tani, për herë të parë, ata janë gati të flasin. Çfarë i detyroi këta burra që një herë ishin gati të vrisnin për Zhulalin, të thyejnë betimin e heshtjes? Çfarë e ndryshoi mendjen e tyre pas aq vitesh?
Dhe më e rëndësishmja, çfarë do të na tregojnë ata që mund të ndryshojë gjithçka që menduam se dinim për kontrabandën e naftës të vitit 1997? Njëri nga këta oficer, le ta quajmë Agim, sepse ai kërkon që identiteti i tij të mbetet i mbrojtur për shkak të frikës për familjen e tij, rrethën se gjithçka filloi të ndryshonte në vjeshtën e vitit 1996. Deri atëherë, ai kishte qenë krenar për punën e tij, kishte besuar se po shërbente vendin, se po mbrojte interesat kombëtare. Por një natë, kur ai ishte në detyrë jashtë zyrës së Zhulalit, ai dëgjoi një bisedë që e bëri të dyshonte për herë të parë. Zhulali po fliste me dikë në telefon, dhe edhe pse Agim nuk mund të dëgjonte të gjithë bisedën, ai kapi disa fjalë që e bën të ngrinte veshët: $500,000, transporti i nesërm, asnjë gjurmë. Kur Zhulali doli nga zyra, ai duke i tensionuar, më i tensionuar se sa e kishte parë ndonjëherë. Ai i tha Agimit se kishte një mision të veçantë, se duhej të organizojë një transport i naftës drejt kufirit dhe se ky transport duhej të bëhej në heshtje absolute, pa asnjë dokument zyrtar, pa asnjë gjurmë që mund të gjurmohej më vonë. Agim nuk e pyeti shumë. Ai ishte trajnuar të mos bënte pyetje, të ndiqte urdhrat pa diskutim. Por diçka në mënyrën se si Zhulali po fliste, diçka në tensionin që ai shihte në fytyrën e tij, e bëri të fillonte të mendonte. Ai filloi të vëzhgonte më me kujdes, të dëgjonte më me vëmendje, të shënonte detaje që më parë i kishin kaluar pa u vënë re. Dhe ajo që ai zbuloi e tronditi. Ai zbuloi se transportet e naftës nuk ishin operacione të izoluara, por pjesë e një sistemi të gjerë që kishte qenë duke funksionuar për vite. Ai zbuloi se kishte një rrjet të tërë njerëzish, nga oficer të lartë ushtarak deri te doganier të thjeshtë, që ishin të përfshirë në këtë skem. Ai zbuloi se paratë që po bëheshin ishin shumë më të mëdha se sa ai kishte imagjinuar ndonjëherë, dhe se këto para po shkuan në xhepat e një numri të vogël njerëzish, ndërsa pjesa tjetër e vendit po vuante. Por ajo që e tronditi më shumë Agimin nuk ishin paratë, por mënyra se si sistemi funksiononte. Ai pa se çdo person që ishte i përfshirë kishte një rol specifik, dhe se çdo rol ishte i dizajnuar për të minimizuar rrezikun e zbulimit. Shoferët e kamionëve nuk dinin se çfarë po transportonin saktësisht, ata thjesht ndiqnin rrugët që u tregoheshin. Doganierët nuk dinin se kush po organizonte transportet, ata thjesht merrnin urdhrat të mos kontrollonin kamion të caktuar në kohë të caktuara. Oficerët që organizonin sigurinë nuk dinin se ku po shkuan paratë, ata thjesht siguroheshin që gjithçka të shkonte pa probleme. Ishte një sistem i përsosur i ndarjes së informacionit, ku askush nuk dinte mjaftueshëm për të qenë një kërcënim real, por ku të gjithë së bashku po krijonin një makinë që po grabit vendin. Dhe në krye të kësaj makine ishte Safet Zhulali, njeriu që dinte gjithçka, që kontrollonte çdo pjesë, që merrte vendime që ndikuan jetën e mirë e njerëzve. Agim filloi të mbajë shënime. Ai e bëri këtë në fshehtësi të plot, duke shkruar në një ditar të vogël që ai e mbante të fshehur në shtëpinë e tij. Ai shënonte datat e transporteve, emrat e njerëzve që ishin të përfshirë, sasitë e naftës që po transportoheshin dhe çdo detaj tjetër që ai mund të mbledhte. Ai e dinte se ajo që po bënte ishte e rrezikshme, se nëse do të zbulohej, ai do të paguante me jetën e tij. Por ai nuk mund të heshte më. Ai kishte parë shumë, kishte dëgjuar shumë, dhe ndërgjegjja e tij nuk e linte të qetë. Ai filloi të mendonte për familjen e tij, për fëmijët e tij, për llojin e vendit ku ata do të jetonin nëse ky sistem do të vazhdonte. Dhe ai vendosi se duhej të bënte diçka, edhe nëse kjo do të thotë të rrezikonte gjithçka që ai kishte. Por Agim nuk ishte i vetmi që po dyshonte. Kishte të tjerë, oficerë të tjerë që po shihnin të njëjtat gjëra, që po bënin të njëjtat pyetje. Dhe ngadalë, shumë ngadalë, këta njerëz filluan të gjenin njëri tjetrin, të flisnin në heshtje, të ndanin dyshimet e tyre. Ata e dinin se nuk mund të vepronin vetëm, se kishin nevojë për njëri tjetrin nëse donin të mbijetonin. Dhe kështu, pa e planifikuar, pa e dashur, filloi të formohej një grup i vogël njerëzish që po planifikonin të bënin diçka që askush nuk kishte guxuar të bënte më parë, të ekspozonin Safet Zhulalin dhe rrjetin e tij. Por ata e dinin se duhej të ishin të kujdesshëm, shumë të kujdesshëm, sepse një gabim i vetëm do të thotë fundi për të gjithë. Ndërkohë, Zhulali po bëhej gjithnjë e më paranojak. Ai filloi të dyshonte për të gjithë, edhe për njerëzit që ai kishte besuar për vite. Ai filloi të ndryshonte rutinën e tij, të ndryshonte njerëzit që punonin pranë tij, të kontrollonte çdo detaj me një vëmendje obsesive. Ai e dinte se diçka po ndryshonte, se ajri po bëhej më i rëndë, se tensioni po rritet.
por ai nuk e dinte saktësisht çfarë po ndodhte, dhe kjo pasiguri e bënte atë edhe më të rrezikshëm. Ai filloi të jepte urdhra që ishin gjithnjë më ekstrem, të kërkonte besnikëri absolute, të kërcënonte kushdo që ai mendonte se mund të ishte një kërcënim. Dhe kjo atmosferë frike dhe dyshimi po e bënte situatën edhe më të paqëndrueshme, sepse njerëzit që ai po përpiqej të kontrollonte po bëheshin gjithnjë më të dëshpëruar, gjithnjë më të gatshëm për të marrë rreziqe. Në një mbrëmje të ftohtë të janarit të vitit 1997, Agim mori një vendim që do të ndryshonte gjithçka. Ai vendosi se ishte koha për të vepruar, se nuk mund të priste më. Ai kontaktoi një gazetar që ai e dinte se kishte reputacion për integritet, dikush që nuk do të shiste informacionin përpara, dikush që do të përdorte atë për të zbuluar të vërtetën. Takimi u organizua në një vend të fshehtë, larg syve të kuriozëve. Agim solli me vete disa nga dokumentet që ai kishte mbledhur, kopje të shënimeve të tij dhe një regjistrim audio që ai kishte bërë në fshehtësi të një bisede mes Zhulalit dhe një nga bashkëpunëtorët e tij. Kur gazetari dëgjoi regjistrimin dhe pa dokumentet, ai e kuptoi se kishte në duar diçka që mund të shkaktonte një tërmet politik. Por ai e kuptoi gjithashtu se kjo ishte shumë e rrezikshme, se publikimi i këtyre informacioneve do të vinte me pasoja serioze, jo vetëm për Zhulalin, por edhe për Agimin dhe për të gjithë ata që ishin të përfshirë. Gazetari i tha Agimit se ai kishte nevojë për më shumë kohë, se duhej të verifikonte informacionin, se duhej të sigurohej që gjithçka ishte e saktë përpara se ta publikonte. Agim u pajtua, por ai i tha gazetarit se koha po mbaronte, se situata po bëhej gjithnjë më e rrezikshme, se nëse ata nuk vepronin shpejt, mund të ishte shumë vonë. Dhe ai kishte të drejtë. Vetëm disa javë më vonë, skemat piramidale filluan të shemben, protestat filluan në rrugë dhe vendi u zhyt në kaos. Në këtë kaos, Zhulali e kuptoi se fundi po afrohej. Ai filloi të shkatërrojë prova, të fshijë gjurmë, të përgatiste arratisjen e tij. Por ai nuk e dinte se tashmë ishte shumë vonë, se provat që ai po përpiqej të shkatërronte tashmë ishin kopjuar dhe ishin në duar të sigurta, se njerëzit që ai kishte besuar tashmë po flisnin, se rrjeti i tij po shpërbëhej nga brenda. Kur Zhulali iku në Itali, Agim dhe grupi i tij menduan se kishin fituar. Por ata shpejt e kuptuan se lufta sapo kishte filluar. Zhulali mund të ishte larguar, por rrjeti i tij ishte ende aty, njerëzit e tij ishin ende në pozicione të pushtetit, dhe paratë që ai kishte fshehur ishin ende të aksesueshme. Agim filloi të merrte kërcënime. Telefonata në mes të natës, mesazhe që i thonin se ai duhej të heshte nëse donte që familja e tij të ishte e sigurt. Ai raportoi këto kërcënime tek autoritetet, por nuk u bë asgjë. Dukej sikur sistemi që ai po përpiqej të luftonte ishte më i fortë se sa ai kishte menduar, se kishte tentakuj që arrinin kudo, se kishte mënyra për të mbrojtur veten që ai nuk i kishte imagjinuar. Por Agim nuk u dorëzua. Ai vazhdoi të fliste, të jepte dëshmi, të ndihmonte hetime. Dhe ngadalë, shumë ngadalë, filluan të shihen rezultate. Por çmimi që Agim pagoi ishte i lartë. Ai humbi punën e tij, u izolua nga ish kolegët e tij, u detyrua të jetonte në frikë konstante për sigurinë e familjes së tij. Dhe edhe sot, më shumë se 25 vjet më vonë, ai ende nuk ndihet i sigurt. Ai thot se ka njerëz që ende e mbajnë mend, që ende e shohin si tradhtar, që ende do të donin ta shihnin të heshtur përgjithmonë. Por ai thot gjithashtu se ai nuk pendohet për atë që bëri, se ai beson se bëri gjën e duhur, se e vërteta duhet të dilte në dritë pavarësisht nga çmimi. Dhe kur e pyesim nëse ai do ta bënte përsëri, ai thot po, pa hezitim. Sepse ai beson se ka gjëra që janë më të rëndësishme se siguria personale, se ka parime që vlen të luftohen për to, se ka një përgjegjësi ndaj brezave të ardhshëm për të treguar të vërtetën, edhe kur kjo e vërtet është e dhimbshme dhe e vështirë për t'u dëgjuar. Historia e Agimit është vetëm një pjesë e mozaikut të madh që është historia e Safet Zhulalit. Ka shumë histori të tjera, shumë njerëz të tjerë që kanë paguar çmime të larta për të qenë të ndershëm, për të folur, për të qëndruar kundër një sistemi që dukej i pathyeshëm. Dhe çdo histori, çdo dëshmi, çdo dokument që del në dritë na afron gjithnjë më shumë me të vërtetën e plotë. Por sa afër jemi ne vërtet? Sa më shumë duhet të zbulojmë përpara se të kemi një pamje të plotë të asaj që ndodhi? Dhe më e rëndësishmja, a do të jetë kjo e vërtetë e mjaftueshme për të sjellë drejtësi, apo do të mbetet thjesht një tjetër kapitull në një histori të gjatë pa drejtësie dhe impuniteti?
Në arkivat mjekësore të Ministrisë së Mbrojtjes, të fshehura në një dosare të vjetër me etiketën konfidenciale, të digjet pas 10 vitesh, u gjet një dokument që askush nuk e priste të ekzistonte. Ishte një raport mjekësor i detajuar për Safet Zhulalin, i shkruar nga mjeku i tij personal në vitin 1996, vetëm një vit përpara se gjithçka të shpërthente. Raporti zbulonte diçka që Zhulali kishte fshehur me kujdes nga të gjithë. Ai vuante nga një sëmundje kronike që po përkeqësohej me shpejtësi. Letra e verdhur nga koha përmbante diagnoza që flisnin për probleme serioze kardiovaskulare, për nivele të larta stresi që po dëmtonin shëndetin e tij dhe për një recetë të gjatë ilaçesh që ai duhej të merrte çdo ditë. Por ajo që e bëri këtë dokument vërtet shokues ishte një shënim i shkruar me dorë në fund, me shkronja të vogla, pothuajse të palexueshme. Pacienti refuzon trajtim spitalor. Thotë se nuk mund të besoj askën. Paranoja në rritje. Rekomandoj vlerësim psikiatrik urgjent. Ky dokument hapte një dimension krejtësisht të ri të historisë së Zhulalit. Ai nuk ishte thjesht një kriminal i ftohtë që po planifikonte me kujdes çdo lëvizje. Ai ishte një njeri i sëmur, fizikisht dhe mendërisht, që po luftonte me demonët e tij të brendshëm ndërsa po përpiqej të mbante kontrollin mbi një perandori kriminale që po bëhej gjithnjë më e vështirë për t'u menaxhuar. Mjeku i tij personal, i cili pranoi të fliste me kusht anonimiteti, rrëfen se Zhulali kishte filluar të shfaqte shenja të paranojës së thellë që nga mesi i viteve 90. Ai kishte filluar të dyshonte se po helmohej, se ushqimi i tij po manipulohej, se edhe njerëzit më të afërt me të po komplotonin kundër tij. Ai kishte kërkuar që mjeku të testonte çdo gjë që ai hante, të kontrollonte çdo ilaç që ai merrte, të sigurohej që askush nuk po përpiqej ta dëmtonte. Mjeku thotë se ai u përpoq ta bindë Zhulalin të kërkonte ndihmë profesionale, të fliste me një psikiatër, të merrte trajtim për ankthin dhe paranojën që po e konsumonin. Por Zhulali refuzoi kategorikisht. Ai tha se nëse do të shkonte tek një psikiatër, kjo do të ishte një shenjë dobësie, do të jepte armiqve të tij një armë kundër tij, do të përdorej për ta diskredituar. Ai insistoi se ai ishte plotësisht i shëndosh mendërisht, se dyshimet e tij nuk ishin paranoj por kujdesi arsyeshëm, se në pozicionin e tij, çdo njeri i mençur do të ishte i kujdesshëm. Por mjeku e dinte se kjo nuk ishte e vërtetë. Ai e shihte se Zhulali po humbisnin kontrollin, se frika dhe dyshimi po e konsumonin, se ai po bëhej gjithnjë më i paparashikueshëm dhe i rrezikshëm. Dhe kjo gjendje mendore kishte pasoja të drejtpërdrejta në mënyrën se si Zhulali po menaxhonte operacionet e tij. Ai po bëhej gjithnjë më impulsiv, po merrte vendime që nuk kishin kuptim, po kërcënonte njerëz që nuk kishin bërë asgjë të gabuar. Njerëzit që punonin me të filluan të shohin ndryshimin. Ata filluan të friksohen jo vetëm nga autoritetet, por edhe nga Zhulali vetë, sepse ata nuk e dinin se çfarë ai mund të bënte në një moment të dhënë. Dhe kjo frikë po e bënte rrjetin e tij gjithnjë më të paqëndrueshëm, sepse njerëzit që janë të friksuar bëjnë gabime, dhe gabimet në një operacion kriminal mund të jenë fatale. Mjeku rrëfen një incident që ndodhi në nëntor të vitit 1996, vetëm disa muaj përpara se gjithçka të shpërthente. Zhulali e kishte thirrur në mes të natës, duke thënë se ai po ndjente dhimbje të forta në gjoks dhe se mendonte se po helmohej. Mjeku shkoi menjëherë në rezidencën e Zhulalit dhe e gjeti atë në një gjendje paniku të plotë. Ai po djersitej, zemra e tij po rrahte me shpejtësi, ai po fliste shpejt dhe pa lidhje. Mjeku e ekzaminoi dhe e kuptoi se nuk ishte helmim, por një sulm paniku i shkaktuar nga stresi dhe ankthi. Ai i dha Zhulalit një qetësues dhe u përpoq ta qetësonte, por Zhulali nuk donte ta dëgjonte. Ai insistoi se dikush po përpiqej ta vriste, se ai duhej të gjente se kush ishte, se ai duhej të vepronte përpara se të ishte shumë vonë. Në ditët që pasuan atë incident, Zhulali filloi një pastrimi të rrjetit të tij. Ai largoi disa njerëz që ai dyshonte se mund të ishin tradhtar, ai ndryshoi procedurat e sigurisë, ai bëri të qartë se çdo shenjë e dyshim do të ndëshkohej ashpër. Por kjo vetëm sa përkeqësoi situatën. Njerëzit që u larguan filluan të flasin, të ndanin informacion me autoritetet, të kërkojnë mënyra për të mbrojtur veten. Dhe njerëzit që mbetën u bën edhe më të friksuar, edhe më të paqëndrueshëm, edhe më të gatshëm për të tradhtuar nëse do të vinte momenti i duhur. Zhulali, në përpjekjen e tij për të forcuar kontrollin, në të vërtetë po e dobësonte atë. Ai po krijonte kushtet për shkatërimin e tij të vet mjeku, thotë se ai e pa këtë duke ndodhur, por nuk kishte asgjë që ai mund të bënte. Ai ishte thjesht një mjek, jo një këshilltar politik ose psikolog.
Ai mund të trajtonte simptomat fizike, por nuk mund të ndryshonte mënyrën se si Xhulali po mendonte, nuk mund ta ndalonte atë nga rruga që ai kishte zgjedhur. Dhe kështu, ai e shikoi me një ndjenjë të pashmangshme se gjithçka po shkonte drejt një fundi të tmerrshëm. Ai e shikoi Xhulalin duke u konsumuar nga brenda, duke u shndërruar nga një njeri i fuqishëm në një hije të tij të mëparshme, duke humbur kontrollin mbi gjithçka që ai kishte ndërtuar. Dhe kur fundi erdhi, kur Xhulali u detyrua të ikë, mjeku nuk u habi. Ai e kishte parë duke ardhur prej kohësh. Por edhe pas largimit të Xhulalit, mjeku vazhdoi të mbante sekretin e tij. Ai nuk foli për gjendjen shëndetësore të Xhulalit, nuk zbuloi dokumentet që ai kishte, nuk dha dëshmi kundër tij. Pse? Ai thotë se ishte për shkak të betimit të tij si mjek, për shkak të konfidencialitetit mjek-pacient që ai besonte se duhej të respektohej pavarësisht nga rrethanat. Por ka edhe një arsye tjetër, një arsye që ai nuk e thot hapur por që është e qartë, frika. Ai e dinte se edhe pas largimit të Xhulalit, rrjeti i tij ishte ende i fuqishëm, se kishte njerëz që do të donin ta heshnin atë nëse ai do të fliste. Dhe kështu, ai zgjodhi heshtjen, duke mbajtur sekretet e tij për vite me radhë, duke jetuar me barën e asaj që ai dinte por nuk mund ta thoshte. Vetëm tani, kaq vite më vonë, kur shumë nga njerëzit që ishin të përfshirë janë vdekur ose janë në burg, kur rreziku është zvogëluar, ai pranon të flasë. Dhe ajo që ai na tregon na jep një pamje krejtësisht të re të Safet Xhulalit. Jo si një kriminal i ftohtë dhe të llogaritur, por si një njeri i thyer, i sëmur, i konsumuar nga frika dhe paranoja, që po luftonte një luftë që ai nuk mund ta fitonte. Kjo nuk e justifikon atë që ai bëri, nuk e bën më pak fajtor për krimet e tij. Por na ndihmon të kuptojmë se si një njeri mund të bjerë aq poshtë, se si pushteti dhe lakmia mund të shkatërrojnë jo vetëm të tjerët, por edhe vetë personin që i kërkon ato. Dhe na bën të pyesim, sa nga ne, nëse do të vinim në pozicionin e Xhulalit, do të bënim zgjedhje të ndryshme? Sa nga ne do të kishim forcën për të thënë jo, për të ndaluar, për të zgjedhur rrugën e drejtë edhe kur rruga e gabuar ofron aq shumë? Imagjinoni një valixhe të zezë, plot me shufra ari dhe dollar, të ngarkuar me nxitim në një aeroplan sekret në natën e 21 të dhjetorit. Piloti i atij aeroplani jeton ende dhe sot pohon se ngarkesa arriti në Zvicër. Por në aktet zyrtare, këto pasuri nuk ekzistojnë. Sa ton ari zhduken nga rezervat e vendit në atë natë? Dhe kush mban sot kodet e llogarive sekrete të diktatorit? Kjo nuk është thjesht një pyetje retorike. Kjo është një pyetje që ka mundur hetuesit për më shumë se 25 vjet, një pyetje që ka shkaktuar debate të zjarrta, akuza dhe kundërakuza, dhe që ende nuk ka një përgjigje definitive. Por sot, për herë të parë, ne kemi prova të reja që na afrojnë me të vërtetën. Në vitin 2020, një ish-punonjës i një banke zvicerane, që kishte punuar në departamentin e llogarive konfidenciale gjatë viteve 90, vendosi të fliste. Ai kishte mbajtur heshtjen për dekada, por tani, në moshën 80 vjeç dhe duke ditur se nuk i mbetej shumë kohë, ai ndjeu se kishte një përgjegjësi për të treguar atë që ai dinte. Ai rrëfeu se në vitin 1997, në javët që pasuan rënien e qeverisë shqiptare, banka e tij kishte marrë një seri transfertash të mëdha nga llogari që ishin të lidhura me zyrtarë shqiptar. Këto transferta ishin bërë me urgjencë, në orët e natës, dhe kishin shkuar në llogari të reja që sapo ishin hapur në banka të tjera, në vende të ndryshme. Ish-punonjësi thotë se ai u bëi dyshim për këto transferta, sepse ato ishin bërë në një mënyrë që dukej se po përpiqeshin të shmangnin çdo gjurmim. Shuma totale që u transferua ishte rreth $15 milion, një shumë e jashtëzakonshme për atë kohë. Ai raportoi dyshimet e tij tek mbikëqyrësit e tij, por ju tha se të mos shqetësohej, se gjithçka ishte në rregull, se klientët kishin të drejtë të bënin çfarë të donin me paratë e tyre. Por ai nuk ishte i bindur. Ai filloi të mbante shënime të veta, të kopjonte dokumente, të regjistronte detaje që ai mendonte se mund të ishin të rëndësishme një ditë. Dhe tani, më shumë se 20 vjet më vonë, ai po i jep këto dokumente autoriteteve, duke shpresuar se ato do të ndihmojnë në zbulimin e së vërtetës. Dokumentet që ai ka dhënë tregojnë një rrjet kompleks transfertash që lidhin llogaritë e Xhulalit me llogaritë të tjera në Austri, Luksemburg dhe madje edhe në Ishujt Kajman. Çdo transfert ishte e strukturuar me kujdes për të qenë nën limitet që do të shkaktonin alarm automatik. Çdo llogari ishte e hapur me emra kompanish që dukeshin legjitime, por që në të vërtetë ishin thjesht entitete fantazm pa asnjë aktivitet real biznesi.
Ishte një sistem i sofistikuar i pastrimit të parave, i dizajnuar nga njerëz që e dinin shumë mirë se çfarë po bënin, që kishin ekspertizë në fshehjen e gjurmëve, që kishin lidhje me profesionistë financiar që ishin të gatshëm të ndihmojnë për një komision të mirë. Por edhe me të gjithë këtë sofistikim, sistemi kishte të meta. Dhe këto të meta po fillojnë të zbulohen tani, ndërsa hetuesit modern po përdorin teknologji të reja për të analizuar transaksionet e vjetra, për të gjetur lidhje që nuk ishin të dukshme në atë kohë, për të ndërtuar një pamje të plotë të asaj që ndodhi. Ata kanë zbuluar se disa nga llogaritë që u përdorën për të marrë paratë të zhulalit janë ende aktive, se ato kanë vazhduar të marrin transferta edhe vite pas largimit të tij, se ka një rrjet që vazhdon të operojë edhe sot. Kush po kontrollon këto llogari tani? Kush po përfiton nga paratë që zhulali fshe aq vite më parë? Dhe më e rëndësishmja, a ka ende njerëz në pozicione të pushtetit që janë të lidhur me këtë rrjet, që po mbrojnë interesat e tij, që po pengojnë hetimet? Këto janë pyetje që po shkaktojnë shqetësim të madh në qarqet e drejtësisë. Ka akuza se disa zyrtarë të lartë, si në Shqipëri ashtu edhe jashtë vendit, kanë lidhje me rrjetin e zhulalit, se ata po marrin para për të mbajtur heshtjen, për të penguar hetimet, për të siguruar që e vërteta të mos dalë kurrë plotësisht në drilë. Por provimi i këtyre akuzave është shumë i vështirë. Njerëzit që janë të përfshirë janë të sofistikuar, ata dinë se si të fshihin gjurmët e tyre, ata kanë burime për të blerë avokatët më të mirë, për të ndikuar në proceset gjyqësore, për të siguruar që ata të mos përballen kurrë me pasoja reale. Dhe kështu, edhe kur ka prova, edhe kur ka dëshmi, shpesh nuk ka drejtësi. Por ka shenja se gjërat po fillojnë të ndryshojnë. Presioni ndërkombëtar po rritet, organizatat për transparencë financiare po bëjnë thirrje për hetime më të thella, gazetarët investigativ po vazhdojnë të zbulojnë detaje të reja. Dhe më e rëndësishmja, ka një brez të ri njerëzish që nuk janë të lidhur me të kaluarën, që nuk kanë frikë nga kërcënimet e vjetra, që janë të vendosur të shohin drejtësinë të bëhet. Këta njerëz po kërkojnë përgjigje, po kërkojnë llogaridhënie, po kërkojnë që ata që vjedhin nga populli të paguajnë për krimet e tyre. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, kjo herë ata do të kenë sukses. Por edhe nëse ata kanë sukses, edhe nëse arrin të gjejnë paratë, edhe nëse arrin të sjellin para drejtësisë ata që janë përgjegjës, do të jetë kjo e mjaftueshme? Do të mund të kthehen paratë e vjedhura tek njerëzit që i humbnin? Do të mund të riparohet dëmi që u shkaktua? Do të mund të shërohen plagët që u hapën? Këto janë pyetje që nuk kanë përgjigje të lehta. Sepse e vërteta është se disa gjëra, pasi janë thyer, nuk mund të riparohen plotësisht. Disa plagë, pasi janë hapur, nuk mund të mbyllen kurrë plotësisht. Dhe disa krime janë aq të mëdha, aq të thella, saqë asnjë sasi drejtësie nuk mund t'i kompensojë plotësisht. Por kjo nuk do të thotë se nuk duhet të përpiqemi. Kjo nuk do të thotë se duhet të dorëzohemi, të pranojmë që kriminalët të fitojnë, të lejojmë që e vërteta të mbetet e varrosur përgjithmonë. Sepse edhe nëse nuk mund të riparojmë plotësisht të kaluarën, ne mund të mësojmë prej saj. Ne mund të ndërtojmë sisteme më të forta që e bëjnë më të vështirë për kriminalët të operojnë. Ne mund të krijojmë një kulturë ku korrupsioni nuk tolerohet, ku ata që vjedhin përballen me pasoja reale, ku e vërteta vlerësohet mbi gjithçka tjetër. Dhe ne mund t'u japim shpresë atyre që kanë vuajtur, duke u treguar se zëri i tyre dëgjohet, se vuajtja e tyre nuk është e kotë, se ka njerëz që po luftojnë për drejtësi në emër të tyre. Historia e Safet Zhulalit është një histori e errët, një histori e korrupsionit, e grabitjes, e tradhtisë. Por është gjithashtu një histori e rezistencës, e guximit, e njerëzve që zgjodhen të qëndrojnë për atë që është e drejtë edhe kur ishte e rrezikshme për ta. Është një histori që na mëson se pushteti pa përgjegjësi çon në shkatërim, se lakmia pa kufi konsumon jo vetëm të tjerët por edhe vetë personin që e ndjek atë, se heshtja përballë padrejtësisë është bashkëfajësi. Dhe është një histori që na kujton se e vërteta, edhe kur është e dhimbshme, edhe kur është e vështirë, është gjithmonë më e mirë se gënjeshtra, sepse vetëm e vërteta mund të na çlirojë, vetëm e vërteta mund të na shërojë, vetëm e vërteta mund të na japë shpresë për një të ardhme më të mirë. Ndërsa ne vazhdojmë të zbulojmë sekretet e Safet Zhulalit, ndërsa ne vazhdojmë të ndjekim gjurmët e parave, ndërsa ne vazhdojmë të dëgjojmë dëshmitë e atyre që ishin aty, ne po ndërtojmë një pamje gjithnjë e më të plotë të asaj që ndodhi. Dhe me çdo detaj të ri që zbulohet, me çdo dëshmi të re që del në dritë, ne po afrohemi gjithnjë e më shumë me momentin kur e vërteta e plotë do të dihet, kur drejtësia do të bëhet, kur ata që vjedhin do të paguajnë për krimet e tyre. Ajo ditë mund të mos jetë sot, mund të mos jetë nesër, por ajo po vjen.
Dhe kur ajo të vi, do të jetë një ditë kur ne të gjithë do të mund të themi se ne nuk dorëzuam, se ne nuk harruam, se ne kërkuam të vërtetën dhe nuk u ndalëm derisa e gjetëm atë. Imagjinoni që jeni një nga 12 njerëzit që dinin gjithçka për Safet Zhulalin, çdo sekret mjekësor, çdo plan arratisje, çdo tunel të fshehur nën Tiranë. Tani imagjinoni që duhet të zgjidhni, të ruani besnikërinë tuaj ose të shpëtoni jetën tuaj. Më 22 dhjetor të vitit 1997, këta njerëz bën zgjedhjen që ndryshoi historinë e Shqipërisë. Çfarë i detyroi ata të tradhtojnë shefin e tyre suprem? Kush ishin këta 12 dhe pse askush nuk ka guxuar të flas hapur për ta deri tani? A ishte kjo një grup i organizuar që kishte planifikuar prej kohësh, apo një aleancë e dëshpëruar që u formua në minutat e fundit kur gjithçka po shpërthente? Dhe më e rëndësishmja, çfarë dinin ata që ne ende nuk e dim, çfarë sekretesh mbajtën edhe pas rënies së Zhulalit, çfarë informacioni shkoi me ta në varr ose mbetet i fshehur në dosje që askush nuk i ka hapur kurrë? Njëri nga këta 12, le ta quajmë besnik, sepse ai kërkon që identiteti i tij të mbetet i mbrojtur edhe sot, rrëfen se grupi u formua jo nga idealizmi, por nga frika e pastër për mbijetesë. Ai thot se ata nuk ishin heronj, nuk ishin patriot që po luftonin për lirinë e vendit. Ata ishin njerëz të thjeshtë që kishin parë shumë, që dinin shumë dhe që kishin kuptuar se nëse Zhulali do të binte, ata do të binin me të nëse nuk vepronin shpejt. Besnik ishte përgjegjës për sigurinë e rezidencave sekrete të Zhulalit, ai dinte për çdo bunker, për çdo tunel, për çdo rrugë arratisje që ishte ndërtuar gjatë viteve. Ai kishte qenë aty kur këto struktura ndërtoheshin, kishte mbikëqyrur punën, kishte siguruar që askush jashtë grupit të ngushtë të mos dinte për to, por tani, në fillim të vitit 1997, ai po shihte se këto struktura që ai kishte ndihmuar të ndërtoheshin mund të bëheshin varri i tij nëse ai nuk vepronte. Takimi i parë i grupit të 12 ndodhi në një bunker të vjetër ushtarak jashtë Tiranës, një vend që askush nuk e kontrollonte më, një vend ku ata mund të flisnin pa frikën se po dëgjoheshin. Ishte një natë e ftohtë shkurti, era ulërinte jashtë dhe brenda bunkerit ajri ishte i lagësht dhe i rëndë. Ata erdhën një nga një me intervale të ndryshme, duke siguruar që askush të mos i shihte së bashku. Kur të gjithë mbërritën, ata ulën në një rreth, duke u shikuar njëri tjetrin me dyshim dhe frikë. Askush nuk donte të fliste i pari, askush nuk donte të ishte ai që do të thoshte atë që të gjithë po mendonin. Por më në fund, njëri prej tyre, një oficer i vjetër që kishte shërbyer me Zhulalin që nga fillimi, mori guximin dhe foli. Ai tha se ata të gjithë e dinin se fundi po afrohej, se Zhulali po humbte kontrollin, se sistemi që ata kishin ndërtuar po shpërbëhej. Ai tha se ata kishin dy zgjedhje, të prisnin dhe të shiheshin të shkatërroheshin së bashku me Zhulalin, ose të vepronin tani dhe të përpiqeshin të shpëtonin veten. Por çfarë do të thoshte të vepronin? Çfarë mund të bënin ata që do të bënte ndonjë ndryshim? Ata diskutuan për orë të tëra, duke debatuar çdo mundësi, duke peshuar çdo rrezik. Disa thanë se ata duhej të kontaktonin autoritetet, të ofronin informacion në këmbim të imunitetit. Të tjerë thanë se kjo ishte shumë e rrezikshme, se Zhulali kishte njerëz kudo, se edhe brenda autoriteteve kishte ata që do ta raportonin menjëherë. Disa thanë se ata duhej thjesht të largoheshin, të iknin nga vendi përpara se të ishte shumë vonë. Por të tjerët thanë se kjo nuk do të funksiononte, se Zhulali do t'i gjente ata kudo që të shkonin, se ai kishte lidhje ndërkombëtare që do të siguronin që ata të mos ishin kurrë vërtet të sigurt. Dhe kështu debati vazhdoi orë pas ore, ndërsa nata po thellohej dhe frika po rritet. Më në fund, ata arritën në një vendim. Ata do të mblidhnin prova, çdo dokument që ata mund të gjenin, çdo regjistrim që ata mund të bënin, çdo detaj që ata mund të mblidhnin. Ata do t'i fshinin këto prova në vende të ndryshme, duke siguruar që edhe nëse njëri prej tyre do të zbulohej, të tjerët do të kishin ende diçka për të negociuar. Dhe pastaj, kur momenti i duhur do të vinte, kur Zhulali do të ishte në pozicionin më të dobët, ata do të vepronin. Ata do t'i jepnin provat autoriteteve, do të dëshmonin kundër tij, do të bënin gjithçka që ishte e nevojshme për të siguruar që ai të mos mund t'i dëmtonte ata. Ishte një plan i rrezikshëm, një plan që kërkonte koordinim të përsosur, një plan që nëse do të dështonte do të thotë fundi për të gjithë. Por ishte i vetmi plan që ata kishin dhe ata vendosën ta ndiqnin atë. Në javët që pasuan, secili prej 12 filloi të punonte në heshtje për të mbledhur provat që u nevojiteshin. Besnik filloi të kopjonte planet e bunkerëve dhe tuneleve, të fotografonte hyrjet sekrete, të shënonte kodet që hapnin dyert e blinduara.
Të tjerët kopjuan dokumente financiare, regjistruan biseda, mbajtën shënime të detajuara për çdo takim, për çdo vendim, për çdo krim që ata kishin parë. Ishte një punë e ngadalë dhe e rrezikshme, sepse çdo gabim, çdo dyshim, çdo shenjë se diçka nuk ishte në rregull mund të shkaktonte reagimin e Zhulalit. Dhe ata të gjithë e dinin se nëse Zhulali do të dyshonte, ai nuk do të hezitonte. Ai do t'i eliminonte ata menjëherë, pa pyetje, pa mëshirë. Por kishte diçka që po i ndihmonte ata, diçka që Zhulali nuk e kishte parashikuar. Paranoja e tij e vet po e verbonte. Ai ishte aq i fokusuar në kërcënimet e jashtme, aq i shqetësuar për armiqtë e tij politik, aq i fiksuar në mbrojtjen e pushtetit të tij, saqë ai nuk po shihte se kërcënimi më i madh vinte nga brenda, nga njerëzit që ai kishte besuar më shumë. Ai po ndryshonte njerëz vazhdimisht, por i organizonte strukturat e sigurisë, po jepte urdhra të kundërthënë, dhe në këtë kaos, grupi i 12 gjeti hapësirën që u nevojitej për të vepruar. Ata përdorën konfuzionin, përdorën paranojen e Zhulalit kundër tij, duke e bërë gjithnjë e më të vështirë për të që të mbante kontrollin mbi gjithçka që po ndodhte. Por edhe kështu, rreziku ishte konstant. Kishte momente kur ata mendonin se ishin zbuluar, kur ata shihnin një shikim dyshues, kur ata dëgjonin një pyetje që dukej se po shkonte shumë thellë. Kishte net kur ata nuk mund të flinin, kur ata qëndronin zgjuar duke u pyetur nëse nesër do të ishte dita kur gjithçka do të shpërthente. Kishte ditë kur ata mendonin për familjet e tyre, për atë që do t'u ndodhte atyre nëse plani do të dështonte. Por ata vazhduan, sepse ata e dinin se nuk kishin zgjedhje tjetër, se kthimi prapa tani do të thotë vdekje e sigurt, se e vetmja rrugë përpara ishte të vazhdonin deri në fund. Dhe pastaj erdhi 22 dhjetori. Dita kur gjithçka ndryshoi, dita kur qeveria ra, dita kur Zhulali e kuptoi se kishte humbur. Grupi i 12 e dinte se kjo ishte momenti i tyre. Ata kontaktuan autoritetet, ofruan provat që kishin mbledhur, ofruan të dëshmonin kundër Zhulalit në këmbim të mbrojtjes. Dhe autoritetet, të dëshpëruara për informacion, për çdo gjë që mund t'i ndihmonte të kapnin Zhulalin dhe rrjetin e tij, pranuan. Ishte një marrëveshje e shpejtë, e bërë në kaos, pa shumë detaje, por ishte një marrëveshje që i shpëtoi jetën e 12 atyre njerëzve. Ata dhanë gjithçka që kishin, çdo dokument, çdo regjistrim, çdo detaj që ata dinin. Dhe në këmbim, ata morën imunitet, mbrojtje, një shans për të filluar një jetë të re. Por çmimi që ata paguan ishte i lartë. Ata u bën tradhtar në sytë e shumë njerëzve, u akuzuan se po përpiqeshin të shpëtonin veten duke fajsuar të tjerët, u izoluan nga shoqëria që ata kishin njohur. Disa prej tyre u detyruan të ndryshonin identitetin, të lëviznin në vende të reja, të jetonin në fshehje për vite me radhë. Të tjerët mbetën në Shqipëri, por jetuan nën kërcënimin konstant, duke ditur se kishte njerëz që ende i shihnin si armiq, që ende do të donin t'i shihnin të ndëshkuar për atë që kishin bërë. Dhe të gjithë ata jetuan me barën e asaj që ata dinin, me sekretet që ata mbajtën, me kujtimin e gjërave që ata kishin parë dhe bërë. Besnik thotë se ai nuk pendohet për atë që bëri, por ai gjithashtu nuk është krenar për të. Ai thotë se ai bëri atë që duhej për të mbijetuar, por ai gjithashtu e kupton se mbijetesa erdhi me një çmim. Ai thotë se ka net kur ai nuk mund të flejë, kur ai shikon në pasqyrë dhe sheh një njeri që ai nuk e njeh më, kur ai mendon për zgjedhjet që ai bëri dhe pyetet nëse ato ishin zgjedhjet e duhura. Por ai thotë gjithashtu se nëse do të kthehej prapa, nëse do të kishte mundësinë për të bërë gjërat ndryshe, ai nuk e di se çfarë do të zgjidhte. Sepse në atë moment, në atë kaos, me atë frikë, ai bëri atë që ai mendoi se ishte e vetmja gjë që ai mund të bënte. Dhe ai duhet të jetojë me atë zgjedhje për pjesën tjetër të jetës së tij. Historia e grupit të 12 është një histori që rrallë tregohet, një histori që shumë njerëz preferojnë të harrojnë. Por është një histori e rëndësishme, sepse na tregon se si sistemet të tëra mund të shemben nga brenda, se si njerëzit që duken më besnik mund të bëhen tradhtar kur ata ndjejnë se jeta e tyre është në rrezik, se si frika mund të jetë një forcë më e fuqishme se besnikëria. Dhe na bën të pyesim, çfarë do të bënim ne në pozicionin e tyre? A do të kishim guximin për të tradhtuar dikë që ne kishim shërbyer për vite, edhe nëse kjo do të thotë të shpëtonim veten? A do të ishim gati të jetonim me barën e asaj tradhtie për pjesën tjetër të jetës sonë? Këto janë pyetje që nuk kanë përgjigje të lehta, por janë pyetje që vlen të bëhen, sepse ato na ndihmojnë të kuptojmë natyrën njerëzore, kompleksitetin e zgjedhjeve morale, dhe çmimin që ne paguajmë për vendimet që marrim në momentet më të errëta të jetës sonë.
Në pallatin ku Shulali mbante takimet e tij më sekrete ekzistonin tunele dhe bunker që as arkitektët zyrtar nuk i njohin edhe sot. Kush i ndërtoi ato në fshehtësi? Ku çonin këto tunele? Dhe pse në ditët e fundit të regjimit, Elena, gruaja e një prej bashkëpunëtorëve të ngushtë të Shulalit, kontrollonte personalisht këto rrugë evakuimi çdo natë? Garda personale ka ruajtur këto sekrete për më shumë se 3 dekada, por sot flasin për herë të parë. Ata tregojnë për një botë nëntoksore që pak njerëz e dinin se ekzistonte, një botë e ndërtuar me paranojë dhe frikë, një botë që ishte menduar të ishte shpëtimi i fundit nëse gjithçka tjetër do të dështonte. Por kjo botë nëntoksore fsheh edhe sekrete të tjera, sekrete që shkojnë përtej thjesht rrugëve të arratisjes, sekrete që lidhen me paratë, me dokumentet, me gjërat që Shulali donte të siguronte që askush të mos i gjente kurrë. Tunelet filluan të ndërtohen në fillim të viteve 90, kur Shulali sapo kishte marrë pozicionin e tij në Ministrinë e Mbrojtjes. Ai kishte parë se çfarë kishte ndodhur me diktatorë të tjerë në Evropën lindore, kishte parë se si ata ishin kapur, si ishin ekzekutuar, si kishin përfunduar. Dhe ai kishte vendosur se kjo nuk do t'i ndodhte atij. Ai do të kishte një plan arratisje, një rrugë të sigurt për të dalë nga vendi nëse gjërat do të shkuan keq. Por ai nuk donte që ky plan të ishte i njohur nga shumë njerëz. Ai donte që vetëm një numër shumë i vogël njerëzish të dinin për të, njerëz që ai mund t'i besonte absolutisht, njerëz që kishin gjithçka për të humbur nëse ata do ta tradhtojnë. Ndërtimi i tuneleve u bë në fshehtësi absolute. Punëtorët që i ndërtuan nuk dinin se çfarë po ndërtonin saktësisht, ata thjesht ndiqnin planet që u jepeshin, pa bërë pyetje. Çdo seksion i tunelit ndërtohej nga një ekip i ndryshëm, në mënyrë që askush të mos kishte një pamje të plotë të sistemit. Materialet sillen në orë të ndryshme, nga furnizues të ndryshëm, duke përdorur kompani fantazmë që ekzistonin vetëm në letër. Dhe kur puna përfundoi, shumë nga punëtorët që kishin qenë të përfshirë zhduken. Disa thonë se ata u paguan mirë dhe u dërguan jashtë vendit për të filluar një jetë të re. Të tjerë thonë se ata nuk u lejuan kurrë të largoheshin, se ata e dinin shumë dhe duhej të heshnin përgjithmonë. E vërteta nuk dihet me siguri, por ajo që dihet është se shumë pak njerëz që punuan në ato tunele jetojnë ende sot, dhe ata që jetojnë nuk flasin. Tunelet lidhen disa nga ndërtesat më të rëndësishme në Tiranë, Ministrinë e Mbrojtjes, rezidencën personale të Shulalit dhe një vilë private në periferi të qytetit që pak njerëz e dinin se i përkiste atij. Nga vila, kishte një tunel tjetër që çonte drejt një rruge sekrete që shkonte drejt kufirit. Plani ishte i thjeshtë, nëse gjërat do të shkuan keq, Shulali do të hynte në tunele, do të lëvizte nëpër to pa u parë, do të arrinte në vilë dhe pastaj do të merrte rrugën sekrete drejt kufirit, ku një makinë do të ishte duke e pritur për ta çuar në Itali. Ishte një plan që duke i përsosur, një plan që kishte marrë vite për të ndërtuar, një plan që kishte kushtuar miliona dollar. Por kishte një problem, plani bazohet në besimin se njerëzit që e dinin për të do të mbeteshin besnik. Dhe siç e kemi parë, ky besim ishte i gabuar. Por tunelet nuk përdoreshin vetëm për plane arratisje. Ata përdoreshin gjithashtu për të fshehur gjëra. Në disa nga dhomat e tuneleve, kishte kasaforta të ndërtuara në mure, kasaforta që përmbanin dokumente, para dhe gjëra të tjera që Shulali donte të mbante larg syve të kuriozëve. Njëri nga oficerët që kishte akses në këto tunele rrëfen se ai kishte parë disa nga këto kasaforta, kishte parë se sa të mëdha ishin dhe kishte pyetur veten se çfarë mund të fshihej brenda tyre. Por ai nuk kishte guxuar kurrë të pyeste, sepse ai e dinte se disa pyetje ishin shumë të rrezikshme për t'u bërë. Ai thjesht bënte punën e tij, siguronte që tunelet të ishin të sigurta dhe nuk mendonte shumë për atë që mund të fshihej aty poshtë. Por në ditët e fundit të regjimit diçka ndryshoi. Elena, gruaja e një prej bashkëpunëtorëve më të ngushtë të Shulalit, filloi të shfaqej në tunele çdo natë. Ajo vinte vonë, pas mesnatës, shoqëruar nga vetëm 1 ose 2 garda. Ajo kontrollonte kasafortat, hapte disa prej tyre, merrte gjëra, vendoste gjëra të tjera. Askush nuk e dinte saktësisht se çfarë po bënte, por ishte e qartë se ajo po përgatitej për diçka. Disa menduan se ajo po siguronte që dokumentet më të rëndësishme të ishin të sigurta, se ajo po fshinte prova që mund ta inkriminonin Shulalin. Të tjerët menduan se ajo po merrte para, se ajo po siguronte që nëse ata do të duhej të iknin, ata do të kishin burime për të filluar një jetë të re. Por askush nuk e dinte me siguri dhe askush nuk guxonte të pyeste.
Një nga gardistët që e shoqëroi Elenën në ato vizita nate rrëfen se ajo dukej e tensionuar, e shqetësuar, sikur po mbante një barë të rëndë. Ai thotë se ajo nuk fliste shumë, thjesht jepte urdhra të shkurtra, kontrollonte gjithçka me një vëmendje obsesive dhe pastaj largohej shpejt. Ai thotë se një natë, kur ata po dilnin nga tunelet, ajo ndaloi për një moment, shikoi prapa dhe tha diçka që ai nuk e ka harruar kurrë. Nëse diçka më ndodh, sigurohuni që askush të mos gjejë atë që është në dhomën e tretë majtas. Gardisti nuk e pyeti se çfarë ishte në atë dhomë, por ai e shënoi në mendje, duke menduar se ndoshta një ditë kjo informacion do të ishte e dobishme. Pas rënies së regjimit, kur autoritetet filluan të hetojnë, ata hynë në tunele dhe filluan të kërkojnë. Ata gjetën disa dokumente, disa para, disa gjëra që ishin të dobishme për hetime. Por ata nuk gjetën gjithçka. Shumë nga kasafortat ishin të zbrazta, sikur dikush kishte qenë aty para tyre dhe kishte marrë gjithçka që kishte vlerë. Dhe dhoma që Elena kishte përmendur, dhoma e tretë majtas, ishte plotësisht e zbrazët. Çfarë kishte qenë aty? Kush e kishte marrë? Dhe ku ishte tani? Këto janë pyetje që mbeten pa përgjigje edhe sot. Gardisti që dëgjoi fjalët e Elenës ka folur me hetuesit, ka treguar atë që ai di, por askush nuk ka qenë në gjendje të gjejë atë që mungon. Është sikur ajo që ishte në atë dhomë ka zhdukur plotësisht, sikur nuk ka ekzistuar kurrë. Por ka teori. Disa thonë se ajo që ishte në atë dhomë ishin dokumentet më inkriminuese, dokumentet që do të kishin ekspozuar jo vetëm Zhulalin, por edhe njerëz të tjerë të fuqishëm, njerëz që ende janë në pozicione të pushtetit sot. Të tjerët thonë se ajo që ishte aty ishin paratë, shumë të mëdha parash në valutë të huaj që Zhulali kishte fshehur për një rast emergjence. Dhe ka edhe ata që thonë se ajo që ishte aty ishte diçka edhe më e çmuar, kode dhe numra llogarish, çelsat për të aksesuar pasuritë që Zhulali kishte fshehur jashtë vendit. Nëse kjo teori e fundit është e vërtetë, atëherë kush i ka ato kode tani? A është Elena, që zhduku pas rënies së regjimit dhe që askush nuk e ka parë prej vitesh? A është dikush tjetër, dikush që ishte mjaft i zgjuar për të vepruar shpejt dhe për të marrë atë që kishte vlerë përpara se autoritetet të arrinin? Apo janë ato kode ende aty diku, të fshehura në një vend që askush nuk ka menduar të shikojë? Tunelet në Tiranë mbeten një mister edhe sot. Disa pjesë të tyre janë mbyllur, të mbushura me beton për të siguruar që askush të mos mund të hyjë. Pjesë të tjera janë ende të aksesueshme, por janë të rrezikshme, me struktura që po shemben, me ajër që është i ndotur dhe i rrezikshëm për të frymëmarrë. Ka njerëz që thonë se ka ende dhoma që nuk janë eksploruar, se ka ende sekrete që presin të zbulohen. Por autoritetet nuk kanë burimet ose vullnetin për të bërë një hetim të plotë. Dhe kështu, tunelet mbeten aty nën qytet, një kujtim i një kohe kur frika dhe paranoja ndërtuan një botë nëntoksore, një botë që ishte menduar të ishte shpëtimi i fundit, por që në fund u bë thjesht një tjetër vend ku sekretet u fshenin dhe e vërteta u varros. Historia e tuneleve është një histori që na kujton se sa thellë mund të shkojë korrupsioni, sa komplekse mund të bëhen sistemet që ndërtohen për të mbrojtur atë korrupsion, dhe sa e vështirë mund të jetë të zbulosh të vërtetën kur ajo është e varrosur kaq thellë. Por është gjithashtu një histori që na jep shpresë, sepse edhe pse shumë sekrete mbeten të fshehura, çdo ditë që kalon, çdo dëshmi e re që del në dritë, çdo person që guxon të flasë, na afron gjithnjë e më shumë me momentin kur e vërteta e plot do të dihet. Dhe kur ajo ditë të vijë, ne do të kuptojmë plotësisht se çfarë ndodhi në ato vite të errëta, se kush ishin njerëzit që ishin përgjegjës dhe se ku shkuan paratë që u vjedhin nga populli shqiptar. Në sejfin personal të njeriut që kontrollonte çdo lëvizje ushtarake në vend u gjet një listë e shkruar me dorë. Nuk ishte një listë blerjesh, por një listë ekzekutimi. 15 emra të gjeneralëve dhe të afërmve që duhej të eliminoheshin pas festave. Kjo copë letre shpjegon gjithçka. Kur gjeneralet pan listën, ata kuptuan, ose ai, ose ne. A ishte tradhtia e tyre një vepër heroizmi apo thjesht një luftë e dëshpëruar për mbijetesë? Kjo listë, e shkruar me shkronjën e njohur të Zhulalit, me shënime në anë që tregonin se kur dhe si çdo eliminim duhej të bëhej, ishte prova finale se paranoja e tij kishte arritur në një pikë ku askush nuk ishte i sigurt, as edhe ata që kishin qenë më besnikët ndaj tij. Dhe kur kjo listë u zbulua, ajo ndryshoi gjithçka, sepse ajo tregoi se tradhtia që solli rënien e Zhulalit nuk ishte një akt i paplanifikuar i dëshpërimit, por një përgjigje e arsyeshme ndaj një kërcënimi real dhe të afërt për jetën e atyre që ishin në atë listë. Lista u zbulua rastësisht.
Kur autoritetet hynë në zyrën e Zhulalit pas largimit të tij, ata filluan të kërkojnë dokumente, prova, çdo gjë që mund t'i ndihmonte në hetimet e tyre. Shumica e dokumenteve ishin djegur, kompjuterët ishin shkatëruar, dhe dukej se Zhulali kishte qenë i kujdesshëm për të fshehur gjurmët e tij. Por një nga hetuesit, duke kërkuar në një sirtar të vogël në fund të një dollapi, gjeti një zarf të mbyllur me vulë të kuqe. Brenda zarfit ishte lista, e shkruar në një letër të bardhë, me shkronja të qarta dhe të lexueshme. Në krye të listës ishte shkruar: për të ekzekutuar, janar 1998. Nën këtë titull ishin 15 emra, secili me një shënim të shkurtër që tregonte arsyen pse ky person duhej të eliminohej: dyshim për tradhtim, lidhje me armiq, rrezik për sigurinë, di shumë. Kur hetuesit lexuan listën, ata mbetën të shokuar. Disa nga emrat në atë listë ishin të gjeneralëve që kishin luajtur një rol kyç në rënien e Zhulalit, gjeneralë që kishin refuzuar të ndiqnin urdhrat e tij në ditët e fundit, që kishin bashkëpunuar me autoritetet e reja. Tani bëhej e qartë pse ata kishin vepruar kështu. Ata nuk po tradhtojnë thjesht për të shpëtuar vendin, ose për të mbrojtur demokracinë. Ata po tradhtojnë për të shpëtuar jetën e tyre, sepse ata e dinin se nëse nuk vepronin, ata do të ishin të vdekur brenda javësh. Lista ishte prova që ata kishin nevojë për të justifikuar veprimet e tyre, për të treguar se ata nuk kishin pasur zgjedhje, se ajo që ata bën ishte vetëm mbrojtje, jo tradhtim. Por si e mësuan gjeneralet për këtë listë përpara se ajo të zbulohej zyrtarisht? Kjo është një pjesë e historisë që mbetet e paqartë. Disa thonë se njëri nga njerëzit e Zhulalit, dikush që kishte akses në zyrën e tij, pa listën dhe vendosi ta paralajmëronte ata që ishin në të. Të tjerët thonë se gjeneralet kishin njerëzit e tyre brenda rrjetit të Zhulalit, njerëz që po i raportonin atyre për çdo gjë që po ndodhte, dhe që kështu ata mësuan për listën përpara se Zhulali të kishte mundësinë për ta ekzekutuar atë. Pavarësisht se si e mësuan, fakti mbetet se ata e dinin, dhe ky informacion i dha atyre motivimin që u nevojitej për të vepruar. Njëri nga gjeneralet që ishte në listë, le ta quajmë komandant Artan, rrëfen se ai mësoi për listën në një mbrëmje të vonë dhjetori. Ai ishte në shtëpinë e tij, duke u përgatitur për të shkuar në shtrat, kur telefoni i tij ra. Ishte një zë që ai nuk e njihte, një zë që i tha se ai duhej të takohej me dikë menjëherë, se ishte çështje jete a vdekjeje. Artan ishte skeptik, por diçka në urgjencën e zërit e bëri të pranonte. Ai shkoi në vendin e caktuar, një park i vogël në periferi të Tiranës, dhe aty ai u takua me një njeri që ai e njihte nga pamja, por me të cilin nuk kishte folur kurrë drejt për drejt. Ky njeri i dha Artanit një kopje të listës dhe i tha se kjo ishte e vërtetë, se Zhulali po planifikonte të eliminonte të gjithë ata që ishin në të, dhe se nëse ata nuk vepronin shpejt, ata do të ishin të vdekur brenda javësh. Artan lexoi listën dhe ndjeu një ftohtësi që i kaloi nëpër trup. Ai pa emrin e tij aty, pa emrat e kolegëve të tij, pa shënimet që tregonin se Zhulali i konsideronte ata si kërcënime që duhej të eliminoheshin. Ai e pyeti njeriun se pse ai po i tregonte këtë, se çfarë ai fitonte nga kjo. Njeriu ju përgjigj se ai po e bënte këtë sepse ai e dinte se Zhulali po humbte kontrollin, se sistemi po shpërbëhej dhe se ai donte të ishte në anën e fituesve kur gjithçka të mbaronte. Ai i tha Artanit se ai dhe gjeneralet e tjerë kishin një mundësi për të vepruar, për të ndaluar Zhulalin përpara se ai të kishte mundësinë për t'i ekzekutuar ata, dhe se nëse ata nuk e merrnin këtë mundësi, ata do të pendoheshin përgjithmonë. Artan e mori listën dhe shkoi menjëherë për të kontaktuar gjeneralet e tjerë që ishin në të. Ata u takuan në fshehtësi, diskutuan për atë që duhej të bëhej dhe vendosën se ata nuk kishin zgjedhje. Ata duhej të vepronin dhe ata duhej të vepronin shpejt. Në ditët që pasuan, ata filluan të organizohen, të kontaktojnë njëri tjetrin, të planifikojnë se si ata do të refuzonin urdhrat e Zhulalit, se si ata do të bashkëpunonin me autoritetet e reja që po formoheshin. Dhe kur momenti erdhi, kur Zhulali u përpoq të jepte urdhra që do të kishin forcuar pozicionin e tij, ata refuzuan. Ata i thanë atij se ata nuk do të ndiqnin më urdhrat e tij, se koha e tij kishte mbaruar, se ai duhej të largohej. Dhe pa mbështetjen e gjeneralëve, pa kontrollin mbi ushtrinë, Zhulali e kuptoi se ai kishte humbur. Ai nuk kishte zgjedhje tjetër veç se të ikë. Por edhe pas largimit të Zhulalit, gjeneralet që ishin në listë jetuan me frikën se dikush mund të përpiqej të përfundonte atë që Zhulali kishte filluar. Ata morën masa sigurie, ndryshuan rutinën e tyre, u bën shumë të kujdesshëm për atë që thonin dhe ku shkonin.
Disa prej tyre kërkuan mbrojtje nga autoritetet, të tjerët vendosën të jetonin në mënyrë më diskrete, duke shmangur vëmendjen publike. Dhe të gjithë ata jetuan me pyetjen, a kishte Xhulali njerëz të tjerë që ende ishin besnik ndaj tij, njerëz që mund të përpiqeshin të ekzekutonin listën edhe pas largimit të tij? Kjo frikë nuk ishte e pabazuar. Kishte incidente, kërcënime, momente kur dukej se dikush po përpiqej të dëmtonte ata. Por me kalimin e kohës, këto incidente u bën më të rralla dhe generalet filluan të ndjeheshin pak më të sigurt. Sot, më shumë se 25 vjet më vonë, shumica e generalëve që ishin në atë listë kanë vdekur nga shkaqe natyrale. Ata që jetojnë ende janë pleq, të lodhur nga vitet e luftës dhe stresit, por ende të gatshëm për të treguar historinë e tyre. Ata thonë se ajo që ata bën nuk ishte heroizëm, por mbijetesë. Ata thonë se ata nuk zgjodhen të tradhtojnë Xhulalin për shkak të parimeve, por për shkak të frikës për jetën e tyre. Por ata thonë gjithashtu se ata nuk pendohen, sepse nëse ata nuk do të kishin vepruar, Xhulali do të kishte vazhduar, do të kishte ekzekutuar ata, dhe ndoshta do të kishte shkaktuar edhe më shumë dëm për vendin. Dhe kështu, ata jetojnë me ndërgjegjen e qetë, duke ditur se ata bën atë që duhej për të mbijetuar, dhe se në procesin e mbijetesës së tyre, ata ndihmuan në rënien e një regjimi që po shkatëronte vendin. Historia e listës së ekzekutimit është një histori që na tregon se sa e hollë mund të jetë vija mes heroizmit dhe tradhtisë, mes mbijetesës dhe bashkëpunimit. Ajo na bën të pyesim se çfarë do të bënim ne nëse do të vinim në pozicionin e atyre generalëve, nëse do të shinim emrin ton në një listë të tillë, nëse do të dijej se jeta jon ishte në rrezik. A do të kishim guximin për të vepruar, apo do të prisnim dhe do të shpresonim se diçka do të ndryshonte? Këto janë pyetje që nuk kanë përgjigje të lehta, por janë pyetje që vlen të bëhen, sepse ato na ndihmojnë të kuptojmë kompleksitetin e zgjedhjeve morale që njerëzit duhet të bëjnë në situata ekstreme, dhe çmimin që ata paguajnë për ato zgjedhje, pavarësisht se çfarë zgjedhin. Për herë të parë në 35 vjet, njeriu që ishte përgjegjës për sigurinë personale të Safet Xhulalit pranon të flasë përpara kamerave. Ajo që ai na tregon për javët e fundit të regjimit do të përmbysë gjithçka që mendoni se dini. Nga bisedat private mes Xhulalit dhe bashkëpunëtorëve të tij, te planet e dëshpëruara të arratisjes, te momenti kur ai kuptoi se gjithçka kishte mbaruar. Një dëshmi ekskluzive që do t'ju mbaj me frymën pezull. Ky njeri, le ta quajmë Ilir, sepse ai kërkon që identiteti i tij të mbetet i mbrojtur për shkak të kërcënimeve që ai ende merr, ishte aty në çdo moment kyç. Ai ishte në dhomë kur Xhulali mori telefonatën që e bëri të kuptonte se generalët po komplotonin kundër tij. Ai ishte aty kur Xhulali u përpoq të kontaktonte aleatët e tij në Itali, duke u lutur për ndihmë që nuk erdhi kurrë. Ai ishte aty në natën e fundit, kur Xhulali mbushi një valixhe me dokumente dhe para, duke ditur se ai nuk do të kthehej kurrë. Dhe ai është aty sot, duke mbajtur sekretet që askush tjetër nuk i di, duke pritur momentin e duhur për t'i treguar ato. Ilir rrëfen se gjithçka filloi të shpërbëhej në mënyrë të papritur në fillim të janarit të vitit 1997. Deri atëherë, edhe pse tensioni ishte i lartë, edhe pse kishte shenja se diçka po shkonte keq, Xhulali ende besonte se ai mund ta kontrollonte situatën. Por një mëngjes, kur ai arriti në zyrën e tij, ai gjeti një zarf në tavolinën e tij. Brenda zarfit ishte një kopje e listës së ekzekutimit që ai kishte shkruar, lista që duhej të ishte absolutisht sekrete, lista që vetëm 3 njerëz duhej ta dinin se ekzistonte. Dhe tani, ajo ishte aty, në tavolinën e tij, me një shënim të shkruar me dorë, ne e dim. Dhe ata e din gjithashtu. Ilir thot se ai nuk kishte parë kurrë Xhulalin kaq të tronditur. Ai ul në karrigen e tij, mbajti kokën me duar, dhe për disa minuta nuk tha asnjë fjalë. Pastaj, ai filloi të bërtiste, të kërkonte të dinte kush e kishte vënë atë zarf aty, kush e kishte tradhtuar, kush po luante kundër tij. Por askush nuk kishte përgjigje. Zyra e Xhulalit ishte një nga vendet më të siguruara në të gjithë vendin, me kamera, me garda, me sisteme alarmi. Fakti se dikush kishte arritur të vendoste atë zarf aty pa u zbuluar tregonte se tradhtia vinte nga brenda, nga dikush që kishte akses të plot, nga dikush që Xhulali kishte besuar absolutisht. Dhe kjo e bëri atë edhe më paranojak, edhe më të frikësuar, edhe më të paparashikueshëm. Ai filloi të akuzonte të gjithë, të dyshonte për çdo person që hynte në zyrën e tij, të kontrollonte çdo detaj me një obsesion që po e konsumonte.
Ilir thot se ai e pa Zhulalin duke u shndërruar nga një njeri i fuqishëm në një hije të tij të mëparshme, duke humbur kontrollin mbi gjithçka që ai kishte ndërtuar, duke u bërë rob i frikës së tij të vet në javët që pasuan. Zhulali u përpoq të riorganizonte rrjetin e tij, të largonte ata që ai dyshonte, të sillte njerëz të rinj që ai mendonte se mund t'i besonte. Por ishte shumë vonë. Sistemi që ai kishte ndërtuar ishte shumë i madh, shumë kompleks, dhe tani që ai po fillonte të shpërbëhej, nuk kishte mënyrë për ta ndaluar atë. Çdo ditë vinin lajme të reja për tradhtim, për njerëz që po flisnin me autoritetet, për dokumente që po kopjoheshin dhe po jepeshin tek hetuesit. Zhulali e dinte se fundi po afrohej, por ai nuk donte ta pranonte. Ai vazhdonte të jepte urdhra, të planifikonte operacione, të fliste sikur gjithçka ishte nën kontroll. Por Ilir thot se ai mund ta shihte në sytë e tij, mund ta dëgjonte në zërin e tij, se Zhulali e dinte se ai kishte humbur. Momenti vendimtar erdhi në 21 janar. Zhulali mori një telefonat nga një nga generalet që ai kishte besuar më shumë, një njeri që kishte qenë me të që nga fillimi. Generali i tha se ai nuk mund të ndiqte më urdhrat e tij, se ushtria nuk do të mbështeste më regjimin e tij, se ishte koha që ai të largohej. Zhulali u përpoq të argumentonte, të kërcënonte, të premtonte, por generali thjesht e ndërpreu telefonatën. Ilir thot se pas asaj telefonate, Zhulali u ul në heshtje për një kohë të gjatë. Pastaj, ai e thiri Ilirin dhe i tha se ata duhet të përgatiteshin për të ikur, se plani i arratisjes duhet të aktivizohej menjëherë, se ata nuk kishin kohë për të humbur. Por edhe plani i arratisjes kishte probleme. Tunelet që duhet të përdoreshin ishin në mbikëqyrje, rrugët sekrete që duhet të merreshin ishin të bllokuara, njerëzit që duhet t'i ndihmonin ishin zhdukur ose po refuzonin të përgjigjeshin në telefon. Zhulali e kuptoi se ai ishte i rrethuar, se çdo rrugë që ai kishte planifikuar ishte e mbyllur, se ai ishte në një kurth që ai vetë kishte ndihmuar të ndërtojë. Ilir thot se ai e pa frikën në sytë e Zhulalit, një frikë që ai nuk e kishte parë kurrë më parë, një frikë që tregonte se ai e dinte se kjo ishte fundi. Por Zhulali nuk ishte njeri që dorëzohej lehtë. Ai vendosi të përdorte një plan rezervë, një plan që vetëm pak njerëz e dinin. Ai do të shkonte në vilën e tij private, do të merrte dokumentet dhe paratë që ai kishte fshehur aty, dhe pastaj do të përpiqej të arrinte në kufir duke përdorur rrugë të vogla që nuk kontrollohen nga autoritetet. Ishte një plan i rrezikshëm, një plan që kishte shumë mundësi për të dështuar, por ishte i vetmi plan që ai kishte. Ilir dhe 2 garda të tjerë e shoqëruan Zhulalin në atë udhëtim të fundit. Ata lëvizën në mes të natës, duke përdorur një makinë të vjetër që nuk do të tërhiqte vëmendje, duke shmangur rrugët kryesore, duke ndaluar vetëm kur ishte absolutisht e nevojshme. Kur ata arritën në vilë, Zhulali hyri brenda dhe filloi të mbledhë gjërat që ai kishte nevojë. Ilir thot se ai e pa atë duke hapur kasaforta, duke marrë dokumente, duke mbushur një valixhe me para. Por kishte diçka të çuditshme në mënyrën se si Zhulali po vepronte. Ai po kontrollonte gjithçka me një vëmendje obsesive, sikur po sigurohej se ai nuk po harronte asgjë, sikur po dinte se kjo ishte shansi i tij i fundit. Dhe pastaj, kur ai mbaroi, ai u kthye tek Iliri dhe i tha diçka që Iliri nuk e ka harruar kurrë: nëse më ndodh diçka, sigurohu që këto dokumente të arrijnë tek njerëzit e duhur. Ata do të dinë çfarë të bëjnë me to. Ilir e pyeti se cilët njerëz, por Zhulali thjesht tundi kokën dhe tha se ai do ta dinte kur të vinte koha. Ata u nisën përsëri, duke u drejtuar drejt kufirit. Por ata nuk arritën kurrë aty. Në një pikë kontrolli që nuk duhej të ishte aty, ata u ndaluan nga forcat të sigurisë. Zhulali u përpoq të negocionte, të premtonte, të kërcënonte, por ishte e kodh. Ai e dinte se ai ishte kapur, se plani i tij kishte dështuar, se gjithçka kishte mbaruar. Ilir thot se ai e pa Zhulalin duke u thyer në atë moment, duke kuptuar se ai nuk kishte më kontroll, se fati i tij ishte në duart e të tjerëve. Por edhe atëherë, edhe në atë moment të fundit, Zhulali nuk u dorëzua plotësisht. Ai kërkoi të fliste me dikë me autoritet, kërkoi të negocionte kushtet e dorëzimit të tij, kërkoi të siguronte se ai do të kishte një trajtim të drejtë. Por ajo që ndodhi më pas është e paqartë. Disa thonë se Zhulali u lejua të shkonte në Itali në këmbim të informacionit që ai dha për rrjetin e tij. Të tjerët thonë se ai arriti të ikë duke përdorur lidhje që ai kishte brenda forcave të sigurisë. Dhe ka edhe ata që thonë se ai nuk iku kurrë vërtet, se ai u mbajt në një vend sekret për disa kohë, duke u pyetur, duke u presionuar për të dhënë informacion. E vërteta nuk dihet me siguri, sepse dokumentet zyrtare janë të pakta dhe shpesh kontradiktore.
Por ajo që dihet është se Xhulali u shfaq në Itali disa javë më vonë, duke jetuar në një identitet të ri, duke u përpiqur të ndërtonte një jetë të re larg vendit që ai kishte kontrolluar dikur. Ilir thotë se ai nuk e pa Xhulalin përsëri pas asaj nate. Ai u kthye në Tiranë, dha dëshminë e tij tek autoritetet dhe u përpoq të vazhdonte jetën e tij. Por ai jetoi gjithmonë me pyetjen: çfarë ishin ato dokumente që Xhulali i kishte dhënë atij? Kujt duhej t'i jepeshin ato? Dhe çfarë informacioni përmbanin ato që ishte aq i rëndësishëm sa Xhulali donte të siguronte se ato do të arrinin tek njerëzit e duhur? Ilir thotë se ai nuk i hapi kur ato dokumente, se ai i mbajti ato të fshehura për vite me radhë, duke pritur të shihte nëse dikush do të vinte t'i kërkonte ato. Por askush nuk erdhi kurrë. Dhe tani, më shumë se 25 vjet më vonë, ai ende i ka ato dokumente, ende pret të di se çfarë të bëjë me to, ende mban sekretin që Xhulali i besoi atij në atë natë të fundit. Historia e Ilirit është një histori që na tregon se sa komplekse mund të jenë ngjarjet historike, sa shumë sekrete mund të fshihen pas asaj që ne mendojmë se dimë, sa shumë njerëz mund të mbajnë informacion që mund të ndryshonte kuptimin tonë të së kaluarës. Dhe na bën të pyesim, çfarë të tjerash nuk e dimë? Sa dokumente të tjera janë të fshehura në ndonjë sirtar, në ndonjë bunker, në duart e dikujt që po pret momentin e duhur për t'i zbuluar ato? Dhe kur ato dokumente do të dalin në dritë, çfarë do të mësojmë për historinë që ne menduam se e dinim? Çfarë ndodh kur një njeri që ka kontrolluar miliona dollar, që ka pasur pushtet mbi jetën dhe vdekjen e mijëra njerëzve, që ka ndërtuar një perandori mbi korrupsion dhe frikë, pa pritur e humb gjithçka? Çfarë ndodh me trupin e tij, me mendjen e tij, me shpirtin e tij? Mjeku personal i Safet Xhulalit, i cili e trajtoi atë për vite me radhë, na jep një pamje të rrallë të asaj që ndodh kur pushteti konsumon një njeri nga brenda. Ai tregon se Xhulali nuk ishte thjesht një kriminal i ftohtë, por një njeri që vuante, që po luftonte me demonët e tij të brendshëm, që po paguante një çmim të lartë për zgjedhjet që ai kishte bërë. Mjeku thotë se në muajt e fundit përpara se Xhulali të largohej, shëndeti i tij u përkeqësua shpejt. Ai kishte probleme me zemrën, me presionin e gjakut, me gjumin. Ai po hante pak, po pinte shumë, po merrte ilaçe që nuk duhej t'i merrte së bashku. Por më shqetësuese se problemet fizike ishin problemet mendore. Xhulali po bëhej gjithnjë më paranojak, gjithnjë më i frikësuar, gjithnjë më i paaft për të besuar dikë. Ai po shihte komplot kudo, po dëgjonte kërcënime në çdo fjalë, po ndjente rrezik në çdo situatë. Mjeku u përpoq ta trajtonte, t'i jepte ilaçe që mund ta qetësonin, që mund ta ndihmonin të flinte, që mund ta bënin të ndjehej më mirë. Por Xhulali refuzoi të merrte shumicën e tyre, duke thënë se ai nuk mund t'i besonte askujt, se edhe mjeku mund të ishte pjesë e komplotit kundër tij, se ai duhej të mbetej vigjilent në çdo moment. Mjeku thotë se ai e pa Xhulalin duke u konsumuar nga brenda, duke u shndërruar nga një njeri i fuqishëm në një hije të tij të mëparshme, duke humbur jo vetëm pushtetin e tij, por edhe shëndetin e tij, edhe shpirtin e tij. Dhe kjo konsumuese nuk ndali edhe pas largimit të Xhulalit. Mjeku thotë se ai dëgjoi më vonë se Xhulali vazhdoi të vuante nga problemet e njëjta edhe në Itali, se ai jetoi në frikë konstante, se ai nuk u shërua kurrë vërtet nga plagët që ai kishte marrë gjatë atyre viteve. Ai thotë se kjo është çmimi që njerëzit paguajnë kur ata zgjedhin rrugën e korrupsionit dhe krimit, kur ata vendosin se pushteti dhe parat janë më të rëndësishme se çdo gjë tjetër. Ata mund të fitojnë për një kohë, ata mund të duken të suksesshëm, ata mund të kenë gjithçka që ata duan. Por në fund, ata paguajnë një çmim që është shumë më i lartë se çdo gjë që ata fituan. Ata humbasin shëndetin e tyre, humbasin paqen e tyre, humbasin aftësinë për të besuar dhe për t'u besuar. Dhe ata jetojnë pjesën tjetër të jetës së tyre duke u përpjekur të ikin nga hija e asaj që ata bën, duke ditur se ata nuk mund të kthehen kurrë, se ata kanë shkuar shumë larg, se ata kanë bërë shumë dëm. Mjeku thotë se ai shpreson se historia e Xhulalit do të shërbejë si një paralajmërim për të tjerët, për ata që po mendojnë të ndjekin rrugën e njëjtë, për ata që po mendonin se ata mund ta bëjnë më mirë, se ata mund të shmangen pasojat. Ai thotë se askush nuk mund t'i shmangë ato pasoja, se çdo veprim ka një reagim, se çdo zgjedhje ka një çmim. Dhe ai shpreson se duke treguar historinë e Xhulalit, duke treguar se çfarë i ndodhi atij fizikisht dhe mendërisht, ai mund të ndihmojë të parandalojë që të tjerë të bëjnë të njëjtat gabime, të zgjedhin të njëjtën rrugë, të paguajnë të njëjtin çmim. Por a është kjo e mjaftueshme? A mund një histori, sado e fuqishme, të ndryshojë mënyrën se si njerëzit mendojnë, se si ata veprojnë, se si ata zgjedhin? Kjo është një pyetje që nuk ka një përgjigje të lehtë.
sepse e vërteta është se njerëzit kanë dëgjuar histori të tilla për shekuj, kanë parë se çfarë u ndodh atyre që zgjedhin rrugën e korrupsionit dhe krimit, dhe megjithatë, ka gjithmonë të tjerë që zgjedhin të ndjekin të njëjtën rrugë, duke menduar se ata do të jenë të ndryshëm, se ata do të jenë më të zgjuar, se ata do të jenë më me fat. Dhe kështu, cikli vazhdon gjenerata pas gjenerat, duke përsëritur të njëjtat gabime, duke paguar të njëjtat çmime, duke lënë të njëjtat plagë. Por edhe nëse historia e zhulalit nuk mund të ndalojë të gjithë nga bërja e të njëjtave gabime, ajo mund të ndihmojë disa. Ajo mund t'i bëjë disa njerëz të ndalojnë dhe të mendojnë, të pyesin veten nëse ajo që ata po bëjnë vlen vërtet çmimin që ata do të paguajnë. Ajo mund t'i ndihmojë disa të kuptojnë se ka gjëra që janë më të rëndësishme se pushteti dhe paratë, se ka vlera që vlen të mbrohen, se ka një mënyrë tjetër për të jetuar që nuk përfshin tradhtinë, korrupsionin dhe krimin. Dhe nëse historia e zhulalit mund të ndihmojë edhe vetëm një person të zgjedhë një rrugë të ndryshme, atëherë ajo ka vlerë, atëherë ajo ka kuptim, atëherë ajo ka arritur diçka të rëndësishme. Në fund, historia e Safet Zhulalit nuk është vetëm historia e një njeriu. Është historia e një sistemi që dështoi, e një shoqërie që u korruptua, e një vendi që vuajti. Por është gjithashtu historia e atyre që rezistuan, që luftuan, që refuzuan të heshtnin. Është historia e agimit që mblodhi prova edhe kur ai dinte se po rrezikonte jetën e tij. Është historia e gjeneralëve që zgjodhen të tradhtojnë për të shpëtuar jo vetëm veten, por edhe vendin. Është historia e mjekut që ruajti sekretet e tij për vite, por që në fund vendosi të fliste. Është historia e Ilirit që ende mban dokumentet që Zhulali i besoi atij, duke pritur momentin e duhur për t'i zbuluar ato. Dhe është historia e të gjithë atyre që vuajtën, që humbnin, që paguan çmimin për krimet e të tjerëve, por që nuk harruan kurrë, që nuk falën kurrë, që vazhduan të kërkojnë drejtësi edhe kur dukej e pamundur. Më 27 shkurt të vitit 2023, autoritetet shqiptare bën një zbulim që tronditi të gjithë ata që ende po ndiqnin rastin e Safet Zhulalit. Në një bunker të vjetër jashtë Tiranës, një bunker që kishte qenë i harruar për dekada, ata gjetën një kasafort të fshehur në mur. Brenda kasafortës ishin dokumente, letra dhe një hard disk i vjetër që mrekullisht ende funksiononte. Kur ata analizuan përmbajtjen e hard diskut, ata gjetën diçka që askush nuk e priste, një listë të plotë e llogarive bankare me numra, kode dhe shuma që tregonin se ku ishin fshehur paratë e Zhulalit. Por kishte diçka edhe më shokuese, disa nga këto llogari ishin ende aktive dhe ato kishin vazhduar të marrin transferta edhe vite pas largimit të Zhulalit. Kush po kontrollonte këto llogari? Kush po merrte paratë? Dhe pse askush nuk i kishte zbuluar ato më parë? Hetuesit filluan të ndjekin gjurmët, të kontaktojnë bankat, të kërkojnë informacion për pronarët e llogarive. Por ata u përballën me mure të fortë. Bankat zvicerane dhe austriake refuzuan të bashkëpunonin, duke thënë se ligjet e tyre të fshehtësisë bankare nuk lejonin që ata të jepnin informacion pa një urdhër gjyqësor ndërkombëtar. Dhe marrja e një urdhri të tillë kërkonte kohë, burime dhe një nivel bashkëpunimi ndërkombëtar që ishte i vështirë për t'u arritur. Ndërkohë, ata që po kontrollonin llogarit kishin kohë për të vepruar, për të transferuar paratë në llogari të reja, për të fshehur gjurmët e tyre edhe më thellë. Ishte një garë kundër kohës, një luftë kundër një sistemi që ishte ndërtuar për të qenë i padepërtueshëm. Por kishte një gjurmë që hetuesit arritën të ndjekin. Një nga llogaritë që u zbuluan kishte marrë një transfert të madhe vetëm disa muaj më parë, në vitin 2022. Transferta kishte ardhur nga një kompani në Luksemburg, një kompani që kur u hetua, u zbulua se ishte një entitet fantazm pa asnjë aktivitet real biznesi. Por dokumentet e kompanisë tregonin se ajo kishte një drejtor, një person me një emër që dukej i njohur për hetuesit. Kur ata kontrolluan, ata zbuluan se ky person ishte një ish bashkëpunëtor i Zhulalit, dikush që kishte qenë pjesë e rrjetit të tij, dikush që supozohej se kishte ndërprerë të gjitha lidhjet me të pasrënies së regjimit. Por tani dukej se ai kishte vazhduar të punonte për Zhulalin, ose të paktën për dikë që kishte akses në paratë e Zhulalit, edhe vite pas largimit të tij. Ky zbulim hapi një dimension të ri të hetimit. Nëse ky person ishte ende i përfshirë, kush të tjerë mund të ishin? Sa i madh ishte rrjeti që ende po operonte? Dhe më e rëndësishmja, ku ishte Zhulali tani? A ishte ai ende gjallë, duke kontrolluar operacionet nga larg? Apo kishte ai vdekur dhe dikush tjetër kishte marrë kontrollin mbi pasuritë e tij? Këto pyetje mbeten pa përgjigje edhe sot, sepse hetimi është ende në vazhdim dhe shumë informacion mbetet i klasifikuar për arsye të sigurisë.
Por ajo që është e qartë është se historia e Safet Zhulalit nuk ka përfunduar ende, se ka ende kapituj që duhet të shkruen, se ka ende sekrete që duhet të zbulohen. Dhe ndërsa ne presim për ato zbulime, ne duhet të pyesim veten, çfarë kemi mësuar nga kjo histori? Çfarë na mëson ajo për natyrën e pushtetit, për tundimin e korrupsionit, për çmimin e tradhtisë? Çfarë na mëson ajo për rëndësinë e drejtësisë, për nevojën për transparencë, për vlerën e të vërtetës? Dhe më e rëndësishmja, çfarë do të bëjmë me atë që kemi mësuar? A do ta përdorim atë për të ndërtuar një shoqëri më të mirë, një sistem më të drejtë, një të ardhme ku histori të tilla nuk përsëriten? Apo do ta harrojmë atë, do ta lëmë të kalojë, do të vazhdojmë sikur asgjë nuk ka ndodhur, duke lejuar që cikli të përsëritet përsëri? Zgjedhja është e jona. Ne mund të zgjedhim të mësojmë nga e kaluara, ose ne mund të zgjedhim ta përsërisim atë. Ne mund të zgjedhim të kërkojmë drejtësi, ose ne mund të zgjedhim të pranojmë impunitetin. Ne mund të zgjedhim të mbështesim ata që flasin të vërtetën, ose ne mund të zgjedhim të heshim dhe të lejojmë që gënjeshtra të triumfojë. Dhe çdo zgjedhje që ne bëjmë do të përcaktojë llojin e shoqërisë që ne do të kemi, llojin e të ardhmes që ne do t'u lëmë fëmijëve tanë, llojin e trashëgimisë që ne do të lëmë pas. Historia e Safet Zhulalit është një histori e errët, plot me tradhtim, korrupsion dhe dhimbje. Por është gjithashtu një histori që na jep shpresë, sepse na tregon se edhe sistemet më të forta mund të rrëzohen, edhe sekretet më të fshehura mund të zbulohen, edhe krimet më të mëdha mund të ndëshkohen. Ajo na tregon se e vërteta, edhe kur është e varrosur thellë, gjithmonë gjen një mënyrë për të dalë në dritë. Dhe na tregon se ka njerëz të zakonshëm si ne, që janë të gatshëm të rrezikojnë gjithçka për të qëndruar për atë që është e drejtë, për të folur kur të tjerët heshtin, për të luftuar kur të tjerët dorëzohen. Këta njerëz janë heronjtë e vërtetë të kësaj historie. Jo Zhulali, që ndërtoi një perandori mbi korrupsion dhe frikë. Jo ata që e ndihmuan atë, që përfituan nga krimet e tij, që jetuan në luks ndërsa të tjerët vuanin. Por ata që rezistuan, që luftuan, që refuzuan të heshtnin. Ata janë ata që meritojnë të kujtohen, ata janë ata që duhet të festohen, ata janë ata që na japin shpresë se një e ardhme më e mirë është e mundur. Dhe kështu, ndërsa ne mbyllim këtë kapitull të historisë së Safet Zhulalit, ne duhet të kujtojmë se kjo nuk është vetëm një histori e së kaluarës. Është një histori që vazhdon të jetojë në të tashmen, që vazhdon të ndikojë në të ardhmen. Është një histori që na kujton se çdo zgjedhje që ne bëjmë ka pasoja, se çdo veprim që ne marrim ka një çmim, se çdo fjalë që ne themi ose nuk themi mund të ndryshojë kursin e historisë. Dhe është një histori që na thërret të veprojmë, të mos jemi spektator pasiv, por pjesëmarrës aktiv në ndërtimin e një shoqërie më të drejtë, më transparente, më njerëzore. Paratë që Safet Zhulali fsheh mund të mos gjenden kurrë plotësisht. Sekretet që ai mbajti mund të mbeten të varrosura përgjithmonë. Dhe ata që e ndihmuan atë mund të mos përballen kurrë me drejtësinë e plotë. Por kjo nuk do të thotë se lufta është e humbur. Sepse çdo dokument që zbulohet, çdo dëshmi që del në dritë, çdo person që guxon të flasë, na afron gjithnjë e më shumë me të vërtetën. Dhe e vërteta, edhe kur është e pjetshme, edhe kur është e paplot, është gjithmonë më e mirë se gënjeshtra. Sepse vetëm e vërteta mund të na çlirojë, vetëm e vërteta mund të na shërojë, vetëm e vërteta mund të na japë shpresë për një të ardhme ku histori të tilla nuk përsëriten, ku drejtësia triumfon, ku njerëzit e zakonshëm mund të jetojnë pa frikë, pa korrupsion, pa tradhtim. Kjo është trashëgimia që ne duhet të lëmë. Jo një trashëgimi e heshtjes dhe harresës, por një trashëgimi e të vërtetës dhe drejtësisë. Jo një trashëgimi e pranimit dhe dorëzimit, por një trashëgimi e rezistencës dhe luftës. Jo një trashëgimi e frikës dhe paranojës, por një trashëgimi e guximit dhe shpresës. Dhe nëse ne mund ta lëmë këtë trashëgimi, atëherë vuajtja e atyre që paguan çmimin për krimet e Safet Zhulalit nuk do të ketë qenë e kollë. Atëherë sakrifica e atyre që guxuan të flasin nuk do të harrohet. Atëherë historia e Safet Zhulalit do të shërbejë jo si një kujtim i errët i asaj që ishte, por si një dritë që na udhëzon drejt asaj që mund të jetë. Të nderuar shikues, nëse keni ndjekur këtë histori tragjike deri në fund, shkruani në komente nga cili qytet jeni. Na është e rëndësishme të dimë se ku Safet Zhulali ende kujtohet. Dhe abonohuni në kanal për të mos humbur të vërtetën për idhujt e historisë.